Mirëmbrëma të gjithëve. Dhe sonte do të vazhdojmë ciklin e emisioneve që kemi nisur lidhur me zgjedhjet e 11 majit. A do ketë apo jo rotacion politik në Shqipëri në zgjedhjet e përgjithshme që pritet të zhvillohen pas pak javësh? Për sot kam një panel me 5 të ftuar, është zoti Dashamir Shej, i koalicionit Djathtas për Zhvillim. Mirëmbrëma zoti Shej. Nga Partia Socialiste është zoti Etjen Xhafa, deputet aktual, i cili kandidon për një mandat tjetër me siglën e Partisë Socialiste. Nga Partia Demokratike është zoti Besart Xhaferi, që përfaqëson Partinë Demokratike dhe koalicionin Shqipëria Madhështore, si dhe kryetari i Forumit Rinor. Kemi dhe nënkryetarin e Partisë së Re Mundësia, zotin Erald Kapri. Zoti Kapri, mirëmbrëma. Ndërkohë, përmes Skype-it do kem juristin e njohur zotin Kreshnik Spahiu. Juria e regjia, kemi zotin Spahiu? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ju përshëndes. Po e nis nga ty Kreshnik don. Sot më bëri përshtypje që në vazhdim të turit të tij në Gjirokastër, edhe në dje në Vlorë, në Sarand, Kryeministri Rama ka këmbëngulur dhe duket se ky ka për të qenë kali i tij i betejës, argumenti i tij kryesor në këtë fushat, integrimi. Ai pretendon se vetëm partia e tij është ajo që mundet të shfrytëzojë këtë mundësi historike që i jepet Shqipërisë për të integruar. Ky është një realitet, është e vetmja, apo i janë shtëruar të gjitha argumentat kur është në fund të mandatit të tij të tretë qeverisës? Po, mendoj që fushata është shumë e lexueshme, me dy premtime, njëra palë premton vizat amerikane, pala tjetër premton pasaportat europiane. Në thelbin e vet, kjo është një fushat për të manipuluar disi opinionin publik, i cili nuk ka shumë ndjeni se çfarë do të thotë antarësim në BE, dhe mendoj që shumica e popullsisë shqiptare, sidomos me rregullat e reja apo ligjet e reja të Bashkimit Evropian, nuk ka shumë njohurim mbi detyrimet e Shqipërisë nëse ajo do të bëhet pjesë anëtare me drejtat plota e Bashkimit Evropian, dhe karta me cilën është më sipërfaqësorja është pasaporta europiane. Pasaporta europiane në vetvete nuk ekziston. Pra, çdo shtet në Bashkimin Evropian ka pasaportën e vet. Nëse ajo pasaporta është e vlefshme për lëvizje, edhe sot është e disponueshme dhe e vlefshme pasaporta shqiptare për të qenë në zonën Schengen. Unë nuk jam i sigurt nëse do ketë impakt, por duket qartë që kryeministri i Shqipërisë po përdor dy karta. Njërën kartë të cilën do të bëj gol europian, duke premtuar që nga një anë ti thotë europianëve që unë jam regjimi politik që do ta fusë Shqipërinë në Europë, dhe nga ana tjetër ti thotë shqiptarëve që pasaporta europiane do t'ju bëjë ju të njëjtë barabartë me gjermanët, me francezët, me belgët. Por nga ana tjetër nuk është vetëm kjo karta që po përdor. Mendoj që pika e dytë e Ramës është që autogolin ta kthejnë gol, që është, po ta vini re, në çdo takim thotë që ne i dham shpatën Spakut, dhe të gjitha ato humbje që ka këto vite, 2 vitet e fundit, sidomos me ministra, deputet apo kryetar bashkisht që janë në bankun e të akuzuarve, ai tenton ta kthej edhe këtë autogol në gol, që do të thotë ta kthej në një lloj protagonizmi apo në një lloj bastionit vet të fitores, duke thënë që po të mos ishim ne, nuk do të ishin këto sukseset të prokurisë speciale, por kjo është shumë e studiuar, dhe mendoj që ata që ja kanë rekomanduar e kanë studiuar shumë mirë për një arsye të thjeshtë. Në të gjithë sondazhet figuron që prokuria speciale është institucioni më i besueshëm në popull. Për këtë arsye, duke studiuar se çfarë pëlqejnë njerëzit sot, kryeministri po tenton që të bëhet pjesë e këtij suksesi dhe kësaj pëlqyeshmërie. Pra, tenton që këtë sukses dhe pëlqyeshmëri ta ndajë
me atë institucion që njerëzit pëlqejnë sot. A do ja arri, a nuk do ja arri, kjo është çështje tjetër. Unë po them që strategjia është në këto dy pista, megjithatë mbetet për të parë edhe një strategji tjetër e ka, që tashmë është e lexueshme, ka faktorizuar Lulzim Basha, që do të thotë... Do të flasim më pas dhe për atë. Nëse ajo është temë që duhet ta diskutojmë. Okej, të lutem qëndron në linjë. Zoti Xhafaj, këtë iden, premtimin e pasaportës europiane, unë e kam dëgjuar në mënyrë eksplicite 33 vjet më parë nga një politikan për cilin unë vazhdoj të kem një respekt jashtëzakonshëm. Sabri Godo quhej. Dhe si gazetar kam ndjekur brenda një dite në fushatën e 92, vitit marsit 92, dhe unë ai shoqëroi nga një senator i Partisë Republikane Italiane. Dhe gjithë çka mbaj mend nga ato takime që ishin 3-4 në një ditë të rresht, ai e niste, i thoshte Domenikon, mos gabohem. Të lutem, i thoshte, ma jep pasaportën. Ai e nxirrte nga xhepi brendshëm pasaportën dhe e tregonte para popullit, zoti Godo, ja kjo është, thoshte. Kjo që duam ne të bëj. E thoshte në çdo takim. Tani, dy gjëra janë. Përse pas 33 vjetëve kjo pasaportë mbetet si argumenti kryesor i një fushate elektorale, dhe e dyta, nuk keni gjë tjetër për të premtuar veç pasaportës? Nuk e lexoj fare kështu si e thatë ju, së pari njëherë shumë respekte për zotin Godo, qoftë si politikan, qoftë si shkrimtar dhe njëri i akademistë në Shqipëri, që besoj në ca momentet caktuara kur Shqipëria ka qenë në kriza ekstreme, edhe pa ndodhur ato historitë dhe ngjarjet e 97-s, i pararendi pak me urtësinë e tij, dhe besoj që do të bënim shumë mirë, shumë politikanë sot që të mësonin diçka nga ajo periudhë, që ka qenë shumë traumatike për popullin shqiptar, por njëkohësisht ka qenë edhe një periudhë e cila mund të kishte bërë një ndarje të përcaktuar. Qofse ka qenë në fushatën e 92-shit, këtë nuk e mbaj mend, po i bie që ka qenë me njëherë pas traktatit Maastrichti, që ishte edhe traktati i cili vendosi një farë mënyre se si rregullat europiane dhe pan-europiane do të funksiononin. Dhe ka qenë një nga pikët e diskutimit atëherë. Ne sot 33 vite më pas, për simbolika e pasaportës, por në fakt ambicia, synimi, objektivi i fushatës dhe i punës që synohet të bëhet në 4 vite duke nisur nga 2025 deri në vitin 2029 është integrimi europian. Së pari me mbylljen e hapjes së grup kapitujve, 2 do të hapen në muajin prill, 2 të tjerë pritet që janë të fundit pritet të hapen në muajin qershor, pra përfundimi i të gjithë detyrimeve teknike dhe legislative. Okej, unë e kuptoj teknikalitetet dhe e kuptoj rëndësinë strategjike, po përse do në keni bindjen dhe argumentin që e bëni vetëm ju? Thjesht përmenda... Sepse do në Bashkimi Evropian nuk është kneri, se në kner pranoheshin qeverit që ishin vetëm që drejtoheshin nga komunistët. Bashkimi Evropian ka qeveri dhe të djathta, dhe të majta, dhe të qendrës. Përse do në vetëm ju mund t'ju pranoj, bëja? Si që ka një shprehje, zoti Godo tek Skënderbeu i ti, bën ymër historia. Dhe supozohet që ishin turqit që ja thonin njëri tjetrit këtë. Sepse ne e kemi parë, se çfarë ka ndodhur në të dyja rastet, kur Shqipëria ka pasur një avantazh, le të themi, edhe në lidhje me rajonin për pjesën e integrimit europian, dhe e kemi parë se si ajo që ishte ngritur apo që është përpjekur të ngrihet është shkatruar me një lëvizje të dorës, me një vendimarrje të nxituar, ndërkohë që tani më kemi edhe një rekord, i cili është një rekord 12 vjeçar, së pari me shpalljen zyrtarisht e vendit kandidat, së dyti me mbajtjen e konferencave ndërqeveritare, dhe së treti me avancimin e këtij procesi në cilin Shqipëria tani më prej 4 vitesh merr vlerësimin maksimal nga Komisioni Evropian, që është institucioni që merret me këtë. Dhe sigurisht duke e ditur që është për të arritur në këtë pikë, është dashur një punë e jashtëzakonshme, reforma strukturore, të cilat sigurisht janë kurorzuar me atë reformën e drejtësisë, por që në thelb ka pasur... Të kthehemi tek pyetja që ju bëra. Përse pikërisht vetëm juve e bëni? Sepse thoni këta që do vinë nuk e bëjnë dot. Sepse le të themi do ulen aty, thot, do krye negociatorja jon,
do raportoj çdo javë me kryenegociatorja juaj, është pason kryenegociatoren që kishte Majlinda, që edhe ajo që kishte PD-ja. Ajo atëre liberalizoi vizat, futi Shqipërinë në NATO. Dhe nuk është donë, sepse nuk është se keni pasur donë, sepse keni pasur para kësaj Majlindës, keni pasur dhe një diplomat të Kosovës Gromikos. E hoqet vut këtë zonjën Dhuka. Pse vetëm zonja Dhuka donë mundet na fusi ne donë, na japi pasaportë? Edhe një herë, Fushata nuk ka lidhje vetëm me zonjën Dhuka që është kryenegociatore dhe ka bërë një punë që nuk ka nevojë ta lavdërojmë ne si maxhorancë. E kanë treguar qendrimet e institucioneve të Bashkimit Evropian. Së dyti, edhe një herë, përsëri bën numër historia. Në qoftë se premtimi elektoral është që ne do zhbëjmë reformën në drejtësi, do zhbëjmë prokurorinë e posaçme, qartazi ky nuk do të jetë një hap që do ta çojë përpara dhe më afër Bashkimit Evropian Shqipërinë, sepse është një nga ato reforma që vlerësohet në këtë moment. Dhe prandaj Partia Socialiste vijon të mbetet dhe me atë që ishte pika e dytë, po që unë nuk jam dakord me mënyrën se si artikuloi zoti Spahiu, se ky nuk është regjim. Këtu kemi një sistem kontrollesh dhe balancash, i cili dukshëm në këtë moment është duke funksionuar. Nuk ka qenë kështu më përpara, dhe fakti që është kështu tani, dhe që ka edhe një dritare geopolitike dhe geostrategjike, të cilën unë besoj që politika e jashtme shqiptare dhe kryeministri Rama kanë bërë maksimumin për të përfituar nga ky moment historik, është këto të dyja së bashku janë arsyeja pse unë mendoj që ne jemi më afër se kurrë më parë me Bashkimin Evropian dhe kemi një moment tek që duhet të maksimalizojmë atë. Përse don 33 vjet don pasaporta? Gelet argument. Ka dy forma të Europës. Është kjo formalja e pasaportës, që kjo është një premtim se i ditë do hymë ne. Kuptoni? S'ka rrugë tjetër. Ku do shkojmë? Në Europë do hymë. Ky zotëria nuk ka premtim tjetër me i bërë. Si me thënë, një premtim pa kontestueshëm. Që do i thotë, kam bërë rrugët, po rrugët janë vjedhe, kanë kushtu, ka që kanë. Nuk është një sukses i madhe. Dhe në 12 vjetë do u bëshin të rrugë. Qërë kemi bërë? Kemi bërë arsimin, kemi bërë shëndetësin. Që të i themë? Atëherë i vëm një mirazh të vjetër. Se i loj mirazhi, do mërë një pasaporta, do bridhën në Europë. Shqiptarët në i farë mënyrë pasaportën e këtë marë, se në Europë janë gjysma, studiojnë, punojnë, se ka ndryshu me kohë, kjo regjimi i vizave që ishte gardi më i madhë për Shqipërinë. Tashi ne kur premtojmë Europën, duhet premtojmë ca standarde që i afrojnë Europës, se këtë duhet i premtoj. Ky zoti Rama e bën dot spitalin e Guedionit, të Shkodrës e Tiranës, që t'jeti përafërt me atë të Europë. Jo ta bëj si ai, se nuk e bën dot, as ai as kërkush. A e bën dot sistemin arsimor që ne fëmijët tonë pretendojnë që do shkojnë sa ekselencë na për botë. Po s'ka pse shkojnë gjysma e kalamajës Shqipërisë, dhe më gërruj gjithë financat e familjes vetë me studiuja. Se është bërë i pavlefshëm arsimi i lartë Shqipëri. Dhe më thënë, a i bënd do të gjëra, se këto në afrojnë në realisht me Europë, këto si bënd do të. Atëherë çfarë krijohet narrativa e vjetër që unë ju premtoj këtë pasaportën për në Europë. Ç'është pasaporta për në Europë? Do të i mungon sot shqiptarëve pasaporta hiç e fare. Shko ku dosh pa vizë, ke drejt me. Po një lloj dinjiteti ta jep, një lloj jo të jep më një lloj statusi të barabartë me vendet e tjera. Absolutisht ta jep atë një lloj dinjiteti. Për statusin e barabartë nuk e jep fort, me thënë drejtën. Se Europa ka brenda dhe Rumani, Bullgari ka dhe Danimarkë, Norvegji, po Suedi e Hollandë. Nuk është se të mjafton ty pasaporta për të bërë i barabartë. Ky do të krijojë këtë mirazh. Që në periudhën time tash do të mrrini këtu, do të hyni në Europë dhe bashkë me Europën vinë dhe të gjitha ato të mirat europiane. Që në fakt si tha dhe ai zotëria atje, kupto Spahia. Bashkë me të mirat europiane do vinë dhe ca detyrime europiane, për cilat ne jemi larg. Jemi shumë larg për standardin në ambient, në ekologji, për standardin në ndërtim, për standardin në arsim, sigurisht edhe bën fushën e sigurisë, qoftë se Europa do zgjeroj këtë tematikën e fundit për të ngritë sigurinë e vet, ushtrinë e vet, edhe këtu jemi shumë brapa. Do me thënë, ne me Europën kemi diferenca shumë mëdha dhe fatkeqësisht do t'i kemi edhe për shumë dekada. Se kur nuk i kanë mbush këtë lloj lakune, sigurisht që Shqipëria s'ka si mbush.
Atëherë ky ka gjetë këtë narrativ, kjo është më e thjeshtë. Kjo s'krijon problem. Këtë edhe mund të hajnë edhe shumë njerëz, kuptoni, ne po bëhemi Europë dhe deri këtu shofni gjë të keqe. Me thënë drejtën, gjithse kush gjen atë vetë. Pretendimi që këtë punë e bën vetëm ky, dhe nesër me datë 12 s'është më ky kryeministër dhe procesi integrues ndalohet, kjo është një gënjeshtër e madhe. Edhe është dhe turp, është dhe reakcionare. Pse do ndaloga Shqipëria se s'është më Edi Rama kryeministër? Jo, po vetëm ne, Partia Socialiste, vetëm unë e bëjko, si e bëjko vetëm ti, qërke? Se po ti ishe për të bërë e ke pas 12 vjetë, mund të ishe bëjë qikë më shpejt dhe i qikë më... Po tani është konjunktura geopolitike. Edhe konjunktura geopolitike. Prit, edhe konjunktura geopolitike që thot ky, se mendon ky që gjithë shqiptarët marrin vesh ka kjo punë, këtë punë... Jo, vetë kryeministri do në qofë se citoj, thot tani ne na u hapën kapituit për shkak të Vladimir Vladimirovicit, që sulmoj Ukrajina. Dhe bën sens. Sepse standardet i kishin plotësuar për kohës. Edhe kjo geopolitika që pretendon ky, që e shetë që si me thënë, si Barcalet, si prallë fshati, nuk është ashuar. Dhe nuk është ashtë gjë thjesht. Si pas ka ardhë kjo geopolitika në favor tonë. Unë them që geopolitika, fatkeqësisht në këtë periudhë, është pak kundër nesh. Ne poja, po të them, jetojmë në një periudhë relativisht rrezikshme. Në një farë mënyrë që për hir të vendimeve të mëdha që mund të merren ndaj Bruxelles, ndaj Washington, mundet që komuniteti shqiptar në Ballkan mos jetë kaq i lumtur për këtë lloj rrethane situatës. Sepse bashkë me paqen në Ukrainë mund të bëhet dhe i gjysmë paqe ballkanike, e cila nuk e privilegjon sot Shqipërinë, për të cilët jetë i detyruar me marrë atë që të afrojnë. Do me thënë, nga kjo pikpamje nuk është se jemi në momentin më të mirë. A ky bën kontrabalancën të shqisë se po flasim për politikë të jashtme. Ky mendon me gjë Europa sot është në hallë, sepse ka një atrit me Shtetet e Bashkuara, që don ta mbyll luftën në Ukrainë, edhe thot do të na bëj koncesion në vendeve të vogla ballkanike, do të na marrë kështu siç jemi me gjithë problematikën tonë. Qëndron dhe kjo lloj analize, po mund ndodhë që e gjitha kjo përthyet. Fakt, kush duhet jetë analiza reale, realistike për Shqipërinë? Duhet jetë që ne duhet hymë në një nivel standardës caktuar të cilat është e mirë geopolitika, apo jo, ne mbushim ca standarde. Sepse ne standardet nuk do t'i mbushim se na ka ra një profesor i keq në Bruxelles. Ne standardet duhet t'i mbushim se këto janë standarde për komunitetin tonë Shqipëriu. Edhe kjo duhet jetë këndvështrimi, kjo duhet jetë përqasja, aproçi modern me problematikën që kemi. Nuk është kjo, ndërsa këtu që në fillim, që kanë të gjithë narrativa është e gënjeshtër. Tash është një moment i mirë, hajde të përfitojmë diçka, e meritojmë, se meritojmë, i mbushim kushtet, si mbushim kushtet. Kështu që nga kjo pikpamje e gjithë kjo, dhe do ta shikoni, është një narrative elektorale. Duam të afrojmë ca premtime për disa realitete që shpeshherë nuk janë të kapshme. Dhe çfarë bëjmë? Me datë 12 jeni sigurt që ky zotëria do ta përmendë gjithnjë më pak Europën, sepse me realizëm mund ta kuptoj që nuk është aq afër e parapunës. E dyta, inshallah jo, larg qoftë, mundet që situatat të thash në Ballkan edhe mund përgejsohen, edhe gjithë kjo të thash kjo skeme ndërtuar mbi idenë elektorale, mbi mirazhin elektoral, të rrëzohet. Prandaj unë them Shqipëria duhet bë gati me ligje, me siguri, me disa marrëveshje me fqinjët tonë, po dhe ne me vetveten, për realitetet që po vinë të reja, që mund të jenë edhe të rrezikshme. Pjesa tjetër është pjesë e propagandës elektorale. Edhe do të shikoni që do mbarojmë mas një viti, mas një muaj e gjysmë. Para njerë bje dakord që është një mirazh, se që të premtimi 2030 nuk është brenda mandatit 4 vjeçar që ky kërkon. Kështu që të kjo e ka një kleçk nga mbrapa. Kërkon 2 mandate tjera, jo një, po 2. E dyta, të gjithë kapitujt që janë hapur janë gjërat dhe temat që opozita, gazetarët, analistët, flasin nga mëngjesi deri në darkë.
lufta ndaj korrupsionit, lufta ndaj krimit organizuar, distancimi administratës me zgjedhjet, me pushtetin elektoral, investimet që bëhen në arsim dhe shëndetësi, liria e medjas, flasën për liri medjesh. Që të gjitha këto të kapituj që janë hapur, thjesht janë hapur. Me Edi Ramën në krye, një garancirë që këto nuk plotsojnë do të kur. Se e dim fokus... Okej, po të kthehemi tek ajo, sepse Rama thot donë që... Po flas për kapitujt. Jo, Rama thot që ne gjendemi si në vitin 1992, kur gjithë rrethanat ishin që duhet ta merrte pushtetin Partia Demokratike, që ne të ishim partner i besueshëm me Perëndimin. Kasi një gjuhë popullore, okej, strategjia e tij. Po nëse do kthehemi pak në teknikalitet, Europa, sa afër dhe sa larg është? Ke shtete si Malizi që i ka hapur kapitujt këtu në 2012-13, nuk i ka plotësuar. Ke Serbin që i ka hapur më herët, nuk i ka plotësuar. Kur ka autokrat në krye, ato kapituj nuk plotësohen kur. Nëse do ishe ky vullneti i Europës, se me qenë se ne pas kemi hapur kapitujt dhe u fuskemi pa plotësu kapituj, do ishin antarët të Bashkimit Evropian dhe këto shtete, që janë shumë përpara nesh. Ke Maqedonin, edhe më herët se këto. Pra çdo gjë shkon me kush do jetë në krye për t'i plotësuar ato kapituj. Nëse ka një, brenda dy, le themi, liderave, Berisha, Rama, nëse ka një lider që i ka plotësuar kushtet e vëna, sigur dhe për liberalizim vizash, i ka plotësuar. Sigur dhe për antarësim NATO, i ka plotësuar. Ato janë fakte, nuk është hapja e negociatave. E treta pastaj që dua të fokusohem, bie patjetër dakord që Shqipëria sot, përveç se të mendoj dhe vetëm antarësimin NATO, duhet me patjetër të mendoj edhe fshinjsin me Kosovën, sepse për atë rrezik po flet dhe zoti Shej. Nëse bëhet një paqe në Ukrainë për luftën, kundërbalanca do të thejë te Kosova dhe ne nuk duhet kemi vetëm sy te Brukseli, ne do kemi sy te Prishtina. Po kjo është një temë komplet tjetër. Kështu që këto unë mendoj që patjetër mirazhi 2030 është qesharake, se para njërë e qove nga 2013-2030 qove 17 vjetë pushtetin tënë për të arritur diçka që aplikove në 2012, nëse 2012 në duke është aplikuar për Bashkimin Evropian. Dhe në 17 vite janë shumë gjatë për një tranzicion që ne du ta kishim mbyllur me kohë. Dhe këtë e tjenë tani për ta them dhe pak me qenë se i e kundra, por ju keni qenë një krijues i aktivistit, apo jo? Se mbaj mend nxorët e publikuat e tjerë. Po pra, e publikuat. Tani, te raportet e OSBE-Odirit, aktivisti nuk mori notat më të larta si një platformë. As trysnia që bën ndaj administratës për të bërë share, like, algoritme e gjëra, si? Në asnjë rast. Nuk mori asnjë notë të lartë për atë gjë. Po ashtu edhe shtyrja e administratës. Ajo që shpresoi Etjen, nëse ti do të kontribosh në antarësimin e Shqipërisë në BE, ju lutem administratën, mos shpikni skema të ndryshme që ta detyroni për të marrë pjesë zgjedhje, siç i keni detyruar. Administratën që ju keni thënë që do i shkarkoni dhe do vini, do gjeni 200 gjevahire. Po, ne do shkarkojmë 5 bën, 5 dën, do shkarkojmë gjithë ata që janë bë parti shtet për zgjedhje. Po, non-gën, çfarë do ta bëni? Do ta mbani? Si? Non-gëja do jetë ky që do na çojë në... Non-gën. Non-gëja ka fatin e ti personal që me se ai dim balancat kanë ndryshuar i qik për non-gën. Po non-gëja që përmend ti, non-gëja, ishte para një jave takim të EPP-ja, të Partit Popullore Europiane, që janë grupi më i madh parlamentar në Parlamentin Europian, në qenë se merreshin marrëdhënie me jashtë. Po me Manfred Weberin ishte. Edhe do në Bashkimin Evropian, non-gëja është non-gën Bashkim Evropian, ishte me Manfred Weberin, ka gjithë marrëdhënie. Non-gëja është non-faktor fare në Bashkimin Evropian. Ta shojmë. Por juve, gjithë karta që kishit, po ju është rëzuar. Gjithë karta që kishit, ju është rëzuar. Ta shpjegoj unë që mos ta bëjmë e sigurt është që miku juaj Erion Velia është non-G, 5G. Jo 5D. 5G e ke, non-5G. Erion Velin. 5 non-grata e ke Erion Velin. Liderin e grupit tuaj, e G99-ës. Qa po bën me këtë po mintimi? Jo më fare. Me qenë se përmëndet non-G-n, për Erion Velia në fillim, që është kapur transakcione miliona euro. I një koalicioni që ka kryetarin në hetim dhe me mas, dhe kryetarin e dytë në paraburgim po ashtu.
dhe po i kandidon... Akuza politike. Po i kandidon... Ato janë akuza politike. Po të tjerat, vetëm ato që bëni ju nuk janë politike. Nuk janë për këshu... Këto janë politike, këto që bëni ju, këto nuk janë politike. Jo. Po mirë, më thoni një gjë atë. Garderobës që e blen nga celulari jo 2 milion euro. Më thuaj vetëm një gjë. Ajo jo është indicie, po me vënduar në kohë. Dakord, këta tanët nuk janë akuza politike. Ka pas një njeri që nuk është akuzuar nga ju? Një. Çfarë? Një. Antar të grupit parlamentar, Partisë Socialiste, në 34 vite pluralizëm. Kush nuk ka qenë kontrabandist? Në SPAK i kemi quar dokumentat. I dashur. është i departamenti të Nëse je i vetë njëri në atë listë dhe fatkeqësisht je i vetë njëri në atë listë, ke një shans të flasësh si i ri nga ajo listë. Ata prokurorë të kishin filluar më herët të marrë me ju. Do të ishin marrë me Redimolla, me Marin Delqaton, me Tavlan Kushën. Kjo është ajo kaseta e vjetër e kryetarit të partisë. Jo, çfarë bëjmë kasetë, është realitet. Është kasetë reale. Përmend emra se drejtësia. Apo i shit nga historia këta. Kush? Po pra, mos filloni ishin nga foto. Ti ke Gërdecin dhe 21 janarin të pahetuara, i mban si spaleta, i mban... Po lerit vende ato në gjykat, pra. Apo këto nuk ke nevojë ti të jo, më po këta janë kapur flagrancë. Kur flagrancë? Po flagrancë për kapesh kur arqon 1 milion euro. Nuk e di çka ke studiuar. Dukshëm as integrim, as diplomaci. Janë kapur parat shpi flagrancë, parat mykura. Janë kapur parat mykura. Qa ke studiuar? Asgjë s'kam studiuar. E kam seriozisht. Po pra asgjë pra. Që ta dim që në qas prizmi do parat flasim. Mykura që janë kapur. Se do logjik argumenti. Asgjë nuk kam studiuar. Logjika nuk është parat të mykura. Kanë studiuar disa tjerë që më kanë shqyluar. Dhe janë kapur parat mykura. Qa lidhje ka kjo? Janë kapur parat mykura. Po nga e diti ke që në Janë kapur parat që kanë shkuar nga një biznes, tek një fondacion dhe me njerë të nusja e kryetarit bashkisht. Po këtë e di për fakti ke që në ty? Jo, kjo është flagranca. Flagranca është kur vdesin njerëz aty dhe është filmuar nga të. Po ju nuk keni si ta kuptoni. Nuk ka drejtësi për Ardit Gjokla që janë mbylli ajo prokuroria e vjetër e oligarku tuaj. Po janë teorira, më që ja bën gërë. Ka një varë, një argument, ose leret plasja i, po për ju varet e të rive që në teorira. Jam shumë i gatshëm. Po për varet e të rive që në teorira. Që hapi derën e partisë dhe fusni këtë profil. Nuk fusni as profil njeriu që mund të flasni me fakte, po do kapësh këta gjëra. Asnjëri nuk e ndjek zotin Babaramo për të lexuar lajmet e Syrit. Atë buxhet shqiptar, edhe një herë. Atë buxhet bashkiak, bëj lajmet e Syrit në kohën tënde. Por ju e keni çuar te 5D-ja. Ju banorët e 5 majit, banorët e Siri Kodrës, edhe demolimin ja bëri 5D-ja, dhe ndërtimin e pallateve bën 5D-ja. Se me dhe me po përmëndu një gjë 18 herë dhe ri vazhdo. Ore, kur ke ardhur, po pse me kë flasur me ndonë ti? Jo ti fle vetëm me patronazhin. A shu, vetëm me ata. Edhe këte e diti, po, e di. Si ka mundësi po ti ke pasur ekipin e komisarit të gjithë ju të ka partia juaj i komisar dini të digital ti ke pasur mbi qyre. Njëherë sigur i dinte edhe lider i historik. Po s'bëri 1000 pikë te që nga puna. Po i ke pas. Amon Raja. Ore ke dalë televizion e ke mbrojtur në konferencë. Po sigurisht, kam treguar të ke shkelur ligj elektoral, krim elektoral ke boti. Po çoja më vëlla në gjykat. E kemi quar. Dhe do presim, dhe do i riçojmë. Dhe do riçojmë. Sepse nuk ka asnjë lidhje programi aktivistit është një shkelje e kodit elektoral. Që gjatë orarit punës, punojnësit detyroheshin bënin share, like, komente, që algoritmi juaj i sistemit Dioclecian të dilte kudo se asë ke hapur ta shikosh ndonjëherë, e kupton? Ti e duke folur me qatë kanë futur në kokë të partia. E ke hapë ndonjëherë aplikacionin ti? A e ke hapë ndonjëherë? Po me kam hapur. Edhe? Qatë të detyroj njeri? Merë pik. Jo, detyron e komisari digital. Komisari digital. Komisari digital. Po i kena mesajë. Po ty të detyroj njeri? Po tisha nën punës. Ore, ju mesajë po tisha nën punës do detyrojsha. Ju për mesaje dhe babale jeni shumë të famë. Mësuesit janë detyruar. Tani, po ta babalizosh, apo banalizosh, Ilan Fistegu, komisari digital i lagjes kaq, ti ke shumë të drejtë. Brapa me pikët, keni nevoj për problemi joti kryesor është ti nuk arrin do të digjosh. Se ty ti kanë mbyll vesh, kanë fut kasetën, kanë shtypur play dhe vazhdo ti të tregon mua për modelin politike dhe unë jam modeli vjetër. Sepse, qarë modeli vjetër mo? Po se këshu të pra më filloj kasetën, dërko ti bën aplikacione se si trysmosh njerës. Ju jeni Sali. Nga Sali të Sali. Po, kaq, dakord. Kapri? Tani, historia jote me Sabri Godo në shumë do me thënëse. Shumë do me thënëse, se tregon që për 30 vjetë politika ka mbetur aty ku është.
Pra u tregohet prap pasaporta shqiptarëve se si të ikin, u flitet prap shqiptarëve për ndërtim rrugësh, për drita, për ujë, ndërkohë që për 30 vjet duhet të flisim diçka krejt tjetër. Kryeministrit i duhet një fabul, ne dim që ka kërkuar çdo palë zgjedhje, apo jo. Pra një ka kërkuar pushtetin vetëm, njëherë pasaj kërkoi vot besim që të mbylli çështjet e tërmetit edhe të çka kishte atëherë pandemisë. Tani po të del me fabulën e pasaportës europiane në thojse. Tani, sipas Baba Rama, të dhënave të Eurostatit, nga viti 2013 dhe në fund të 2024-s, ke 700.000 shqiptar që kanë përfituar të drejtë lej pune, lej qëndrimi në vendet e Bashkimit Evropian. 700.000. Pa llogaritur Mbretërinë e Bashkuar, pra Britanin, Shëban... Pa llogaritur ata që janë pritje për azil. Që kanë ikur, se ne dim 2-3 vitet e fundit ka pasur njikje masive me gomone në Britaninë e Madhe, që shkon numri afërsisht dhe 1 milion. Pra kush ka ikur, ka ikur. Kryeministrit i duhet një fabulë e re për të legjitimuar atë që pothuajse ka në xhep, pra ka kapur politikën, ekonominë, median, dhe tani do duket sikur po të ofrojë shqiptarëve një ëndër të re që është një lloj pasaporte, një lloj dinjiteti. Po kjo media ku po flisni është e kapur? Kush? Kjo media ku po flisni 3 opozitar me një nga majoranca është. Edhe kjo është e kapur. Është për meritë edhe të zotërisë. Jo, nuk është, jo. Jemi totalisht si televizioni, jemi totalisht hapur. Juve don, qofse janë këta zotërinj të opozitarësh, sepse përfaqësojnë secili një subjekt elektoral. Unë jam i hapur për të gjithë dhe televizioni, zoti dëgjoj se bëri, lutem një sekondë, se bëri diversion. Jo, s'bëra diversion, se kjo historia e mediave të kapura, do me thënë që mediat përjashtojnë opozitën dhe japin vetëm majorancën. Nuk më duket që ky është rasti. Juve keni ardhur i vetëm. Nga raste të ralla që vjen dhe përballesh. Po këtë mund ta them. Unë kam shumë raste kolegësh nga krahu juaj që nuk përballen me mua. Unë s'kam problem. Mos hyrni debati. Janë që vinë përballen. Tjetër që mos hyrni debati tani sepse sta ngelet ne shikojmë institucionet ndërkombëtare që thonë për median në Shqipëri dhe jo më ne shikojmë median vetëm, ose nuk ka nevojë të na e thonë. Si mund të futemi ne në Bashkimin Evropian kur ne i vjedhim fondet e Bashkimit Evropian. Ne na kanë dhënë fonde 200 milionë euro i vodhën, presin dhe një 200 e ca të tjera të jepen me parë treshi, nuk jepen. Nuk jepen se janë vjedhur. Tani, çfarë shpjegimi do japi kryeministri për drejtën e pronës, për lirinë e tregut? Kur vinë ata të shikojnë këtu kapitujt për lirinë ekonomike, do shikojnë ata që këtu 4-5 kompani kontrollojnë gjithë ekonominë. Çka do marrim notë kaluese ne? Po e dinë gjithë shqiptarët që nuk ka antarësim formal. Po mirë, në çdo vend të evropian ka dhe bizneset më dhaja. Në Francë dihen 4-5 kompani. Sagem, Bouygues, Bolloré, janë krijuar një realitet tjetër, edhe janë dhe krijuara vetë, jo për shkak të një lidhje të caktuar qeveritare. Tani më fal. Nuk shmangin nga taksat. Jo më shembull konkret. Jemi i vetmi vend në gjithë Evropën ku ekonomia na dyfishohet për një 10 vjet, po të ardhurët e shqiptarëve jo. Që këtu kuptohet se si është. Jemi i vetmi vend në Evropë që pagat në shtet janë më të larta se në privat, Baba Rama, më fal. Çfarë absurdi është ky? Jemi i vetmi vend në Evropë me kapjen e madhe të ekonomisë që kemi. Jashtëzakonshme. Domethënë 4-5 duar që kontrollojnë gjithçka. E këtë e shikon edhe te çmimet, edhe te standardi i jetesës, edhe te gjithçka, edhe tek sidomos tek korrupsioni. Pra ne jemi një vend i kapur, kjo dihet. Kemi një ekonomi të kapur dhe përmes kësaj ekonomie të kapur, Rama ushtron të gjithë pushtetin e vet. Tani ndryshe, si ma shpjegon që për njëjtat produkte ushqimore në Shqipëri janë 2 herë më të shtrenjta se në Itali, ku të ardhurat janë 5 herë më të larta. Si e shpjegon këtë? Si do e shpjegosh edhe atyre të Bashkimit Evropian kur të vinë këtu të shohin të dhënat? Megjithëse zotëria është ekonomist, mund na thot pak, i ke gjithë numra gabimi, ata them që tani. Është gabim? I ke gjithë numra gabimi. Fishuar ti pagat e shqiptarëve. Po, të ardhurat e Italisë mesatare nuk janë për frym, nuk janë 5 fishi i Shqipërisë. Sa janë? 4.5, 5, sa janë? Dhe kur fillon dhe bën rrumbullakose. Sa janë? Sa janë? Po pse se duhet të informoj ty? Po se di pra, po pse thua, diçka që se di nuk e di. Po hape diçka para se ta thuash. Po kështu është më të duket para fishi që e madhe. Mos është më shumë se 5 herë. Hape çati, Më fal, kam një pyetje. Ti ekonomist që je. Si ka mundësi që pagat në shtet janë më të larta se në privat, në një ekonomi tregu? Si ka mundësi? Si ka mundësi? Ku e gjendin? Çfarë doktrinë ekonomike e gjendin? Cila është doktrina ekonomike që thotë pagat në shtet janë më të larta, po këtë raportin e di që kemi numrin e punësorëve publik më të lartë në Evropë për numrin e popullsisë? Si ka mundësi? Mbarova? Mbarova. Sepse
vim nga një sistem i cili ka përcaktuar një lloj organizimi, e cila është provuar të ndryshohet me të rënd thikës, si do dilni të gjithë, se dhe revolucioni si termi djaft vetëm nga ju përdoret. Megjithatë, e para një herë në Shqipëri është rritur produkti brendshëm bruto me 2.6 herë. Sa rritar? Nga 9.4, ja ta them dhe atë. Nga 9.4 miliard dhe mbi 25 miliard. Okej, sa janë rritarët? Të ardhurat e shqiptarëve janë rritur nga $4.400 për frymë vjetore në 10.900. Dhe do të vazhdojnë të rriten, se ekonomia nuk funksionon. Se ullet popullare. Metrika, të njëjtën gjë mund të themi edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Metrika është uniforme në çdo vend të botës. Dhe të bësh pu kur s'di çapo flet, është histori shumë e gjatë. Tani, a mund të përgjigjem për ca nga gjërat që u adresuan? Kanë ullë frymë. Ky është modeli Putinit. Së pari. Ta përpjestojnë edhe shqiptarët që kanë për të shkretët edhe në rritën të ardhurat në letër. Po, se Shqipëria ka ecur gjithmonë përpara kur disa thonë këta. Sa është paga mesatare e shqiptarëve? A mund të na thuash? Sa ishte në 2013 sa është sot? Paga mesatare? Po. Në 2013 ka qenë 38. Jo, mesatare. Mesatare. Nuk ka qenë. Minimalja ka qenë 15.700. Jo, se kur nuk merresh me numra, nuk di çfarë flet. O, zoça edhe ekonomist. Dakor. Po si mund ta thuash? Po vazhdo me pu. 53.000 lekë në 2013 paga mesatare. Sot sa e ke? 920 euro. Këtë vitin e fundit që ngarkuat me... Jo, nuk e kemi ngarkuar. Nuk e kemi ngarkuar vitin e fundit. Nuk e kalon 800.000 lekë të vjetra mesatare. Kemi një problem shumë të madh. Kemi një problem shumë të madh. 50% në 12 Kjo është e vërteta. Pretendohet që të fitojnë zgjedhjet nga ca njerëz që kanë ekskluzivitetin e të vërtetës dhe nuk dëgjohet logjika e shtetërtimit. Dhe këtu besoj zoti Shehi është shumë ambarove mos zotri. Po sa dhe një përgjigje më edhe deputet më pare Komisionit Ti mund të më thuash mua sa bëjnë 77, unë zorit me tabelën e shumëzimit tëmë. Tani, nuk është nga ata që thotë 77-313, është janë tjetër partia ta. është nga këta të 21-shit. Edhe një vlla, nuk ne jemi të tjerë. Mirë vlla, na lër të mbarojmë një argument logjik vlla, që mos themi këta. Tani, po jam. Dukesh. Në qoftë se ti ke gjithë numrat gabim, s'ke çfarë të kuptosh. Edhe do e kalosh në personal. Po ka një ekonomist që argument shumë të familjes tuaj politike, gjithse ju e keni larguar. Dhe ai e ka emrin Arben Malaj. Ti nuk je ekonomist më i lartë se Arben Malaj. Ata mbaroj historinë. Po tjetë për mendim. Po ti ishe ti me trika, pa tjetër që s'do jenë se të duhet si argument. E gjithë teoria e këtyre, kupton kush është? Hica shashka dhe pastaj personalizo argument. Po jo me jo. Dhe nuk flasë do të për një gjë bazike. Po ti po kush është problematika me deklarimin në sektorin publik dhe sektorin privat. Që shumica operatorëve në sektorin privat deklarojnë, zoti Shehi mund më thotë që e kam gabim nëse e kam, minimumin e pagës dhe kontributet që derdhin në shtet janë shumë herë më të vogla dhe prandaj u detyruam që të krijonim konkurrencë reale me sektorin publik dhe ati privat në mënyrë që pagat reale dhe rrjedhimisht edhe të ardhurat që mblidhen nga ekonomia të reflektojnë atë që duhet të reflektojnë, pra luftën kundër informalitetit. Dhe kjo nuk është një nismë e Partisë Socialiste, është diçka që të gjithë ligjbërësit apo kandidatët për ligjbërës duhet ta bëjnë. Tani më jepni vetëm një mundësi për të folur 2 minuta për këtë historinë e integrimit. Shqipëria ka vajtur nga vendi i fundit Ballkan në vendin e parë. Ku është deklarata për negociatat e tha komisionerja për zgjerim Marta Kos në Tiranë javën e shkuar. Po mbaron vendet e raj. Për Kroacia u fut. Ore zotri, edhe një herë mo. Ju jeni ata që keni ardhur dhe keni studiuar Kroacia u fut, prandaj utopike që nuk kanë probleme. Kroacia është tjetër shembull i mirë. Po Kroacia ka qenë garë me Shqipërinë sepse Kroacia është integruar më vonë nga të gjitha këto vende që tha zoti Shehi dhe sot është më afër mesatare se të ardhurave të Bashkimit Evropian se Bullgaria apo Rumania. Pra ka diferencë mes vendeve. Në 90 lezetshme se do të thënë ne labët e kemi polifonin edhe me ISO, po kjo historia
që ti kap një fjalë edhe duhet të thuash diçka se nuk po rri dot, është në kohën që ke ndërto argumente. Unë e kuptoj që je në pozitë vështirë, edhe personale, edhe politike, po mos na tregoj edukimin më burr tani se po edhe një herë mos zotëri, edhe një herë, po që je në situatë vështirë e dim. Po të tregoj edukatën. Po, ke 12 vjet në pushtet, të thotë, ke 12 vjet në pushtet, i vetmi model që ke krijuar është modeli më i korruptuar i Evropës. Dhe që kemi mbush burgjet më kaq të thjeshtë dhe gjithë Evropën. Më kshu i Evropës se janë këto të dhëna. Po janë të dhëna. Integrimi evropian është me faza. Ne i kemi përmbushur para 5 vitesh kushtet. Në atë moment, ne i përmbushur kushtet, po nuk futemi brenda. Raporti i Komisionit Evropian, i cili nuk kishte zëra në sfond si boy band tani që bën korin aty, por tha që Shqipëria duhet të hapi negociatat, patëm një vonesë. Në atë gjatë asaj vonese, e gjithë historia bëj shampanja se morëm okejin nga raporti, po pse s'u hapën negociatat. Tani që janë hapur negociatat, thuhet negociatat janë kot. Jo. Tashti diskutohet për një integrim i cili si model është tërësisht i ndryshëm nga i fillim viteve, sa ka hapur edhe një herë. Një grup kapitull, 7 kapitull. Malizi dhe Serbia. Aty qëndron diferenca, sa aty do dilja. Ne në qoftë se deri në vitin 2017-2018 fliter për integrimin siç ka qenë historiku, rajonal. Pra, të gjithë vendet e Vishegradit u futën bashk. Të gjithë vendet e Detit Balltik. Për të sqaruar, vendet e Vishegradit janë Poloni, Çeki, Hungari, Slovaki. Po, donse dhe këto tjera janë Letoni, Lituani dhe Estoni. Tani është vendosur një diferencim, duke qenë që ka vende me problematika siç është Bosnja, veçanërisht aktualisht, ka vende tjera të cilët kanë një lloj problematike të ndryshme dhe është vendosur për një hapje më graduale. Dhe këtë nuk po e thot Partia Socialiste. Këtë e thon të gjithë komisionerët për zgjerim, këtë e thon të gjithë ata që janë drejtues të Komisionit Evropian dhe avancimi që është bërë pikërisht në atë kohë kur ne na thuaj këta nuk do i hapin kurrë negociatat dhe kur ne dolëm dhe thamë ne do punojmë sikur ti kishim hapur negociatat dhe prandaj këto procese që filluan në tetor do hapen deri në qershor. Sa ka pofa tash këndajnë kohën në barabar, do ta jap fjalën. Ore për i partin çfarë përgjigje do japi kur ti vinë? Ishte i suksesshëm. I parti është një sukses që do garantojë. Argumenti kryesor që japin partitë e opozitës është bazohet te sistemi fiskal. Duket se janë të gjitha bashk kundër taksës progresive që po aplikon kjo qeveri. Përse? Duhet taksa e shesh që thoni ju, thot PD-ja, thon gjithë partitë e tjera, po thuajse gjitha partitë e tjera opozitare. Por një, si më thëmë, filozofi, jemi parti konservatore, qëndrës djathë, do i mbami të paktën disa principe e bazë. Çfarë ka kjo lloj rrymë, po e them, politike, formën klasike, se të shikën dalë. Cila është efekti pozitiv që ka për biznesin dhe për buxhetin e shtetit? Për buxhetin e shtetit, se këtu, da që me diti, biznesi ka levërdika, kjo takë, se paguat më pak. Disa fashat dalin edhe i asajt, çdo me thënë taks progresive, ti fiton më shumë, pagun më shumë. Po ta gjykosh shumë nga koncepti social është më e drejta jo, ke pagu më shumë, kontribon më shumë. Mirë po në fakt, për ekonominë, po deshëm të nëzisim, që ta kapitalizojmë ekonominë, se qofë se ti ja merë parat këti, ka pare për ti investu. Edhe ne dumë të aprodhojmë një kapitalizm, pasaj, mbasi të aprodhojmë një kapitalizm të rregull, të mirë, që tjetë kapilar në të gjithë shoqërinë, jo i grush kapitalistës. I bie që taksa e sheshë ndihmon. Pasi të bëhet një lloj kapitalizmi që po themi, hajde ta bëjmë kapitalizmin e drejtë, ta bëjmë social, ta bëjmë si Europa liberale. Mi po realiteti është ky këtu punë. Me këtë lloj evazioni ka gjithë madh që është sot, edhe taksa e sheshë do bënte pak punë edhe për buxhetin. A mbledhem më pak pare në buxhet? Formalisht mbledhem më pak pare. Nga ana, si më thënë, që duke qenë shkalla më e ulët e pagesës, sigurisht në kalkulimin e përgjithshëm. Por duke qenë shkalla më e ulët, sigurisht që të paguhet më shumë, ullet shkalla e evazionit, dhe në një vend që akoma ekonomia 1/3 është informale, ka vlen, si thush, kjo lloj filozofie. Prandaj, për këto dy motive, jemi për taksën e sheshtë. Biznesi do paguaj më pak, do ketë mundësit,
të akumulojnë më shumë, duke qenë taksat më të ulta, do paguen edhe evazioni fiskal do bjeri. A është më e drejt nga ana morale? Jo, me thënë drejtën, sepse principi është ky, ke fitu më shumë, duhet pagush më shumë. Por një ekonomie që se ka mbrit një shkallë formalizimi si kjo e jona, në i kapitalizm që nuk kooperon me të gjithë rregullat e duhura, atje sigurisht që ajo lloj takse bën sens. Është mirë. Por që është më e rëndësishme që unë gjykoj, ja thash dhe sot në takimin që bëm me kandidatët, është që taksat jenë qëndrueshme. Do të thënë, do i përcaktojmë taksat dhe do i mbajmë një dekadë. Nuk ndrohen taksat vit për vit, sipas interesave të biznesit, grupeve të presionit që bëhet parlament. Shtoj dhe kursin e këmbimit dhe pastaj do unë anje pa vela, pa busull me Stojanit. Unë do t'i hyj një biznesi dhe du t'a di që pak në këto 10 vjetë se të bëj një lloj hesabit, si themi, e para punës. E dyta punës për t'i dhënë edhe administratës fiskut një mundësi që të operojnë kushte qetësie. E treta të thash, mos ta ekspozojmë fiskun nën presionin e grupeve. Atje t'interesa. Vit për vit kemi bërë një paket fiskale. Vetëmi vit kjo është që s'është bërë është ky. Edhe konsideroj pozitive, për kjo është e pamjaftueshme. Se kthehet zoti Rama, nëse do jetë në nëntor, në tetor fillon prapë po i njëjti muhabet se si do përcaktohet paketa fiskale. Do të thënë një regjim taksash e tarifash, cilat sigurisht fillojnë e bën subjekt i politikës qeveritare, që nuk është se nuk janë, po në qofë se ti hynë për çdo gjë, ndërhynë për çdo gjë, dhe ai biznesi që i shef aty, fillon duke pak e durët e qeverisë, trembet nga qeveria. Në qofë se unë e di, që këto taksa do rrinë për 10 vjetë, hiku qeveria jote, po vjetë le të shkojë të vjerë. Pse unë e di që do punoj me këtë regjim fiskal. Do punojnë me disa regjime tjera që janë shpeshherë më të rëndësishme se sa regjimi fiskal, që janë garancia juridike, që do ma japë shtimu, se në qofë se nesër vjen qeveria tjetër, bën një set legislacioni për çështjet ku e diun pronësisë të kësaj të asaj, sigurisht që ai s'ka më garanci. Duke u varë çdo gjë nga qeveria, nga humori i kryeministrit, sepse unë s'kam dëgjuar ndonjëherë në parlament se normalja do t'ishte në shtetet legjitime. Varet nga parlamenti edhe fisku, sa aprovohet herë buxheti dhe del jashtë kompetencës qeverisë. Qeveria është instrumenti operativ ekzekutivi për ta zbatuar atë politikë. Prandaj buxheti është lënë parlamentit dhe jo qeverisë, është buxheti i shtetit, nuk është buxheti i qeverisë. Dorsa ky thotë është e ime, bëjmë ne si duam. E hapim, bëjmë akt normative, ndryshojmë fund vitit, na të projnë lekë, ja japim pensionistëve, kujtja japim kompanive që na kanë ngel borxh nga viti tjetër. Sigurisht që kompanitë rrinë këtë dera Ministrisë Financës, dera Kryeministrisë, do na japi ato parat e tenderit të saj. E gjithë kjo klim që e ka ndërtuar, që ekonomia varet nga këto zotërit, që këto mund t'ja japin dikujt X-it dhe bëjnë të gdhim milioner, apo mund t'ja heqin Y-it dhe bëjnë të gdhim fukara, e gjithë kjo krijon këtë lloj atmosfere që është pasiguri për biznesin, mungesë kuraje për të investuar, sepse ti se dina je i sigurt, po pse do varemi nga miqësitë, nga humoret e këtyre zotërive ne? Që mas 35 vjetëve nuk ka një linjë, një shenjë të garantuar, as në fushën e legjislacionit, as në fushën e fiskut, për këtë punë, që një biznes të ndihet i sigurt që i kam hyrë punë, dhe në qofë se dështoj nga pafësia ime, dështoj se më nxjerr jashtë loje tregu shqiptar, sa do i vogël që është, atje tregu, po jo të më nxjerrë qeveria, jo më nxjerrë ministri, jo më nxjerrë ku e di unë vllai ministrit se e merr ai atë licencën që i takon këtij. Kjo ka ndodhur në Shqipëri dhe besoj që ky është një realitet i përgjithshëm që e diskutojmë. Ekonomia e kapur. Kjo është ekonomia e kapur. Kjo është një ekonomi informale dhe po më gjetët, zotëria është deputet parlament, prej goxha vite u bë. Atje jetë më gjej një rast, 2, që nga këto zotërit, morë përfshirë ato, kanë ngrit dorën e kanë thonë, por e më duket orë zotëri që ky ligj nuk vlenëra për Shqipëri.
është i gabuar, ose prodhon këtë shkallë korrupsioni, se si herë. Parlamenti i Shqipërisë është notar i qeverisë shqiptare. Ja provon gjitha pa diskutim. Edhe unë jam shtyr nga eksperienca gjatë, jo nga kurajo për të thënë që a keni kundërshtu në i herë, se nuk kanë kundërshtu asë i herë, se aty janë rekordet. Aty televizive, gjitha të shkruajt. Po përse do kundërshtojnë kur janë deputet asaj partije? Dhe do në po zbatohet programin me cilin janë votuar. Se ja kthej unë përgjigje. Kemi zbrit në një shkallë më tullu kërkesë, i thënë, ora dyshoni, mirë që se duhet kuraje me dalë kundër shefit, ora dyshoni, unë dyshoj për çdo gjë, o mund të jem dhe natyra e tillë, kuptoni? Ora dyshon ti që ky ligj është bërë për filane, për filan grupe, me dyshumër, e dyshimi është shkalla parë, e kuriozitetit, e njofjes, e dëshirës për ditë vërtetën, fillon nga dyshimi. Këto nuk dyshojnë atëherë unë gjykoj që këtu, o janë tavashët mëndërisë që mos dyshosh, ose janë mrena kësaj pjesë e loje, që unë besoj që është kjo e dyta. Që nuk dyshoh këtire, kuptoti, se si mund bëj një rrugë, kuptoj 28 kilometra, 7-800 milion. Tuneli Llogaras, ta kthesh e ta ribësh. Tuneli Llogaras, si mund bëj 190 milion dhe ti nuk dyshoh. Nga 130. Si mund t'ja japim ne, ku e diun port në Durrësit, një arabi s'ka rëndësi se mund t'jetë dhe eskimes, kuptoti, pa e ditë sa fiton shtetit shqiptar, sa do humbi, dhe do të fillojmë një port të ri me parat e shtetit shqiptar, që vit për vit në kërkoni 170 milion për këtë punë. Po nuk kemi dyshim në erë, nuk kemi, shumë thonë, drejtën. Mirë që kemi detyrimin parlamentit, ti themi, ora, ndalo këtura. Ndalo këtu, se nuk bëhet që ekonomia Shqipërisë. E shteti shqiptar nuk ndërtojnë. Unë t'ja uja përgjigjem. Qërë do ti? Këto dyshimet, po themon, prandaj ne, aqë në ato modestin tonë, po themi, dimensionit politik, kemi propozu disa, se më pyte pse propozoni këtë. Propozojmë pra, për të thjesu skemën, për të bëtë qëndrushme, për të dhënë mundësi kapitalit të akumuloj dhe të investoj, që mos rrike dera, misri. Për gjduk, jo për gjduk gjithën, se dhe jetë shumë e vështirë. Minimizuar. Po shkallë në informalitetit. Ne u bët 12 vjetë ka qeveria që thonë. Ka një përmisim, 1 ose 2 pikësh në raportin e mbledhive. Në raport në prodhimin e brendshëm. Dhe me thënë, këto e kanë fillu me 24% e kanë gjetë në kohë të Berishës, sot shkon 26,5%. 27,5%. Pa 27 prapë, se dha jo është kalkulim është, se po deshe ta rotullojat statistikën e mund të gjithirë, dhe 25, se preja shtoj këtë zë e bëtë. Gjithse si dhe me thënë në 12 vjetë, po ta që 27 mërë, sa e do ti? Me të njëjtën barë si fiskale? Po 27, pra 27 po ta quj. Me madhe fiskale. Po ta staj 27, do me thënë në 12 vjetë përmisimi është 3 pikë. S'kemi mërit akoma Macedonin, që e ka 30 sa, nuk flasim për Kroacin. Do me thënë, kjo të regon që ky sistem fisku e ka një të metë më brënda. Përveç shkallës korrupsionit, natyrës ndërtimit ekonomik, teknologjisë të ullut të mbledhjes, të gjitha këto po i faktorizoje në një farë mënyre. Por më brënda sistemi vetë ka një dopsi, edhe këtë duke vret mendje njëri. Unë them që një nga dopsit është pikërisht kjo, sepse taksat duke qenë progresive, duke qenë me shumë shkallë, duke qenë të komplikuar, tentojnë gjithnjë për të pasur një evazion më të lartë. Kjo nuk është gjë që po e them unë, kjo është teori financiare. Atëherë do të ishte ul, edhe ju e keni, ju mendoni keni bërë mirë, hiqje vetë drejtorët e drejshit tanë. Unë them që e keqja më e madhe vjen pra e Dutllikullë, për të qenë sinqert. Po u them brenda kësaj pune, sigur të vejmë edhe më të ndershmit, do me thënë, të shi, ti marim hoxhut, të shi për vak Bajramit, ti vejmë atje, prap do vjilën ca gjëra. Por, ama dhe sistemi vetë ka dopsi të mdhaja. Prandaj ne propozojmë, ta thash, një skem tjetër, edhe këtu s'ka kur gjë skandaliste, se ka gjysë ma botë. Nuk kemi skandaliste. A mendoni, ja që t'ja bëj pyetjen, t'ja formulojmë pyetjen, a mendoni që keni një sistem, ju thoni donë drejtësi sociale, dhe thoni donë që keni një sistem fiskal të drejtë.
por ajo duket i drejt donë që juve, pavarësisht se jeni të majt, taksoni punën dhe jo kapitalin. Në që kuptim? Në kuptimin që juve taksën e dividendit, pra atë fitimin që shefi korporatës, pronari korporatës, e merë, e qonë shpi, e taksoni 8%. Ndërkohë që shtresën e mesme e taksoni 23%. Ata që kanë know-how, që kanë dijen, që janë motori i kësaj shoqërie. Motori i shoqërisë nuk janë vetëm ata, janë disa. Ne kemi gjetur një situatë kur investimet ishin negative. Rritja ekonomike ishte negative. Pra në vitin 2012 dhe 2013, stoku investimeve, nuk po them investimet e huaja që vinin, stoku është ullur nga 3.4 miliard euro në 2.85, në 2 rënje të vazhdueshme. Dhe fokus i kësaj është që patjetër, por rishpërndarja duke i mundësuar investimin dhe lirimi kapitalit është kjo në fakt, për cilin po flistim, bëhet në këtë mënyrë. Së dyti e kemi thjeshtuar edhe në këtë mandat, duke vendosur 2 pragje për taksën progresive. Por, ajo që harrohet shpesher këtu, është që ne kemi përjashtuar tërësisht në tatimet biznesin e vogël, që është në fakt motori i rishpërndarjes së pasurisë në shoqëri. Dhe keni detyruar të rri i vogël, se këtu doja dita, e kanë detyruar të rri i vogël. Nëse një biznes i vogël për 120 milion e 1 lek, pagun 50% për të tërë. Po, në kohën tuaj, biznesit vogël, mos u rrit shkur. 8 milion lek të reja. Nëse do ishte takë progresive, si që bën gjithë bota, duhet ishte 0 deri 120 milion, do marrësh për vijat se si do ishte. Edhe tu fillon formaliteti dhe gjithë graska që ju alini biznesit vogël. Tani është 120 dhe vijon të rritet ajo. Po përjashtimi për çfarë bëhet? Përjashtimi bëhet për të mundësuar të rrite. Dhe po të futën skem të vëshëje, s'del mo nga skema të vëshëje. Po jo më edhe del nga skema të vëshëje dhe mund të falimentosh. Por kjo është një nga arsyet se Partia Socialiste në program për këtë 4 vjeçar ka, sepse unë jam dakord me zotin Shej në këtë drejtim. Po, duhet kemi, nuk mund ta bëjmë 10 vjeçar, mendoj unë. Të paktën me sa di nga procesi i integrimit. Integrimi do na kërkoj domosdoshmërisht që ne të rrisim mbledhshmërinë e të ardhurat nga ekonomia. Por ajo që kemi ne në programin ton politik për 2025-2029 është edhe një pakt me biznesin. Që të kemi një sistem i cili të mos ndryshojë, sigurisht edhe ne kemi këtë debat dhe ne nuk jemi dyshues se i bie të jemi hetues pastaj. Por ama skeptik jemi dhe diskutime të këtij lloji në grupin ton parlamentar dhe drejt për drejt me ministrat kemi pasur dhe do vazhdojmë të kemi. Ajo historia pse s'ngrihemi në sallë parlamentit. Po kemi patur zoti Shej dhe grupi është po se do duket pastaj, do duket po edhe zoti Sinaj, edhe zoti Braçe, edhe zonja Gjylameti kanë pasur kundërshtime në momente të ndryshme në atë komision ku unë jam zvendësues, ju jeni antar. Për legjislacion që nga bujqësia dhe të vëshëja tek të tjera. Dhe kjo historia e legjendës tatoni punën, ajo si taks është taksa e tretë për të ardhurat. Tatimi vlerën e shtuar është kryesorja dhe në këtë drejtim unë besoj që rrjeti është shtrirë. Por ama lufta kundër informalitetit është në thelb të asaj që duhet bëjë çdo qeveri, sepse mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian ku ne synojmë të aderojmë është mbi 40%. Dhe do të vi duke u perfeksionuar, unë nuk po them, ju keni drejt. Mirë, 40% mund të shkojë, mund të jetë, po varet se kujt ja merr. Nga fillimi deri në fund. Tash bër 5% më shumë të faktë. Po pra, kisha 3 kungulleshka pse s'kam 2, dakord. Unë nuk po them që kemi qenë perfekte kjo. Jam shumë dakord me ju. Dhe korrupsioni duhet luftuar në të gjitha nivelet dhe prandaj duhet ndryshuar sistemi i drejtësisë. Sepse pa patur një drejtësi drejt, nuk do arrihet luftojë asnjë gjë. Përndryshe pastaj do vinim çdo tatim paguesi dhe çdo tatim bletësi nga 2 policë me vete që ajo nuk funksionon. Përfundohet lutem se do kalojmë në publicitet. Shumë mirë. Hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, jemi duke folur për argumentet e qeverisë edhe të opozitës për zgjedhjet e 11 majit. Regjia, ju lutem lidhni me zotin Spaju. Po, Ilir. Kreshnik, argumenti kryesor që kanë partit
e opozitës është ulja e barës fiskale dhe taksa e sheshtë. A ju duket ky një argument bindës, mund ju duket ky një argument fitues dhe a është i kompatibël me realitetin tonë, a i përshtatet realitetit? Unë mendoj që dhe PS-ja dhe PD-ja kanë hapur thesin e premtimeve dhe nuk kanë një kontratë drejt për drejt mes partisë dhe popullit, që do të thotë ka disa vite duke shfrytzuar mundësinë që mund të jemi i vetmi publik në Europë që ndoshta as 1% e popullit nuk lexon programet elektorale, kjo i bën partitë politike që mos dalin, le të themi, me 2 prioritete apo 3 prioritete, siç është në gjithë Europën, ku partitë thonë prioriteti jonë është shëndeti dhe arsimi, le të themi. Dhe gjithë fushata orientohet aty. Ose le të themi, ka një parti që thot minimumi jetik dhe fokusohet vetëm aty. Fokusohet te paga minimale. Tani çfarë ndodh? Po lexoja tani premtimin e fundit Berishës. Thot nga viti 2025 deri 2029 në këtë 4 vjeçar do i japim zgjidhje përfundimtare dhe historike çështjes pronave. Do me thënë, me këtë logjik, gjatë këtij 4 vjeçi do rrafshohet kamza, se kështu i bie, dhe do i kthehet pronarëve. Tani, kjo është pak fyerje inteligjencës për gjithë publikun, sepse në tërësinë e vet, premtimet që po jep PD-ja dhe PS-ja e para përmbaj një lloj antagonizmi brenda vetes. Unë kam një pyetje, pse nuk dalin këto? Sepse nuk kemi dëgjuar që thot do rrafshojmë kamzën, do thot ato ku toka është e zënë, do kompensohet diku gjetë. Dhe zoti Shehi, si shtetari i vjetër, mundet ma konfirmoj këtë shifër apo jo, që toka e punueshme, të lutem, toka e punueshme në vitin 1945 ishte 400.000 hektar, ndërsa në vitin 1990 ishte 2 fishi, ishte 800.000 hektar për shkak të tharjes së kënetave, bonifikimeve, shpyllëzimeve, apo jo, zoti Shej? 600.000, gati 7. O, Ilir, po të shmash këput analizën. Okej, jo, do në që t'jemi t'i qëndrojmë argumentit. Po, argumentit, dëgjoj, ka një gjë, nëse ka një çështje e cila nuk zhbëhet, është çështja e kthimit të pronave. Nëse ka një dëm shekullor që i shkaktuar kombit shqiptar, është keq përdorimi, keq trajtimi i parimit, toka i takon atij që e punon, apo atij që e pushton. Pasi ke lejuar që t'uzurpohen 80% e tokave dhe përdetit shqiptar, kërkon t'i kthehesh parimit të kthimit të pronave. Cilat prona do kthesh? Kur 99% pronës publike e ke ndarë, apo ke vendosur parimin e legalizimit përpara parimit të kthimit. Dhe të urbanizimit. Kjo është ç'bër, dhe të urbanizimit. Tani, unë të vite çështja të pyetja juaj. Pse nuk dalin këta me parimin taksa europiane, po dalin me pasaporta europiane apo viza amerikane? Për një arsye shumë të thjeshtë, se e preku pak zoti Shehu aty, sepse këta duan taksojnë ata që punojnë dhe jo biznesin. Se nëse taksojnë oligarkët mbi parimin e pasaportës europiane, ai oligarku në Shqipëri, nëse taksohet, duhet të taksohet 49% e tatim mbi fitimin, që do të thotë të gjithë këta shokut të pushtetit, që kanë, le të themi, 10 milion euro fitim vjetor, 5 milion euro duhet i paguajnë taks shtetit. Kjo është taksa europiane. Por çfarë ndodh? Këta janë gjakpirës në mënyrën e vendosjes taksës. Sepse këta i vendosin taks qytetarit edhe në pronën e vet. Çfarë është në pronën e vet? A e dini që nuk ekziston në Bashkimin Evropian që ti të shesësh shtëpinë tënde, të cilën ke jetu 30 vjet dhe të tatohesh 15%. Ku e ke parë këtë? Në cilin vend planetit ndodh kjo që shtëpinë që ti e ke përdorur 30 vjet ta tatosh? Tatohet vetëm banesa, prona e cila është përdorur për biznes, të cilën ti e ke marrë dhe e jep me qira. Edhe ajo brenda një afati 5 apo 10 vjeçare, se pastaj zerrohet.
vetëm në Shqipëri ndodh, e ke blerë shtëpi në vitin 92, dhe ti e shet mas 35 vjetës, ai thot 15% tatim mbi fitimin. Pse nuk i përmbahen këta dalin thonë, jo, ne premtojmë taksën europian, ose tregun europian. Çfarë është tregu europian? Se duam këta tregun europian. Tregu europian do të thotë që këto dy supermarketet që bëjnë ligjin në Shqipëri dhe nuk lënë asnjë produkt ushqimor ta fusin tjerët, i bie se e preku dikush aty, më fal, se nuk e mbaj mend, do të thotë që të futësh 3 korporatat që i ka fut gjithë Bashkimi Evropian, të futësh 3 supermarketet, Penny, Lidl dhe Aldin, që i shesin me çmime 5 herë më të lira se supermarketet e Shqipërisë, dhe atëherë i lehtësosh ekonominë dhe produktet e shportës shqiptarëve, që bukën, qumshin, djathin, gjalpin, ujin, çdo gjë ta blenë 5 herë më lirë se në supermarketet shqiptare. Po ku të lën këta? Se këtu nuk guxon një lajm t'japësh për këto 2 supermarketet në Shqipëri. Se janë vendos, është pen, Më fal Kreshnik, më fal në linjën e kësaj që thua ti. Sa herë unë udhtoj për në Greqi, në periferi të Janinës, është një supermarket, ku në sa e shkoj aty e ke të mbushur vetëm me shqiptar, të cilët janë nga qytetet limitrofe, nga qytetet kufitare me Greqin, shkojnë, bëjnë pazarin, të ky supermarketi dhe kthehen, bëjnë 120 kilometra. Në Gjirokastër shkojnë në Janin, në Pogradet shkojnë në Ohër, në Kukës shkojnë në Kosovë, din të gjithë që bëjnë pazarin. Janë dhe pikat e karburanteve, plot. E bëjnë të gjithë. Po sikur të ishte me pa drejt, nuk do vente vetëm Pogradeci. Do vente edhe Elbasani. Kështu që historia e rruga, gjithmonë edhe nga Kosova vinë në Shqipëri për disa produkte. Jo, kjo ndodh në Zvicër dhe Francë. Zviceranët shkojnë blejnë nga Gjeneva, shkojnë blejnë në Savoj, kalojnë liçenin. Por të ardhurat e zvicerianëve janë 2 herë më të larta se sa të atyre francezve. Ndërsa ne kemi një të tretën e të ardhurave të grekve dhe ne shkojmë blejmë Greqi. Zoti Shej pak më parë tha që Maqedonia me të drejtë mbledh më shumë nga ne. Ne nuk mbledhim aq, po ne i kemi ato që janë taksat kryesore më të larta nominalisht se Maqedonia. Pse? Sepse Maqedonia e Veriut, si shumë vende tjera, aplikon një sistem të tërë taksash të fshehta, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me atë që është detyrimi i drejt për drejt, ndërkohë që nga ne si Parti Socialiste është vendosur të vej tek ai që ne mendojmë është tatimi i drejtë. Dhe këtu pastaj e diskutojmë, por taksimi i shesht në asnjë vend nuk është duke funksionuar në momentin që flasim. Së dyti, sa i përket pjesës së akteve normative që u cekën përpara dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me të tilla akte funksionojnë. Ndërsa për sa i përket taksës pronës, dhe ky është një debat që ne kemi tani më shumë se 10 vite që kemi. Taksa e pronës do të ishte jashtëzakonisht shumë e padrejtë për ata që janë shtresa në nevojë dhe për ata që janë pensionistë të vetmuar, që nuk janë vetëm nga këto 8 vite, por që kanë një kohë caktuar dhe prandaj është postuar për momentin kur shitet prona ose bëhen ligje si ai i rivlerësimit të pronave të paluajtshme me limite të ulta që këta qytetarë të mund ta bëjnë. Sepse normalisht nëse ne do të aplikonim një taksë europiane që për ta thënë si është konkretisht, është 1% e vlerës së shtëpisë çdo vit, diku tek 3%. Në Shtetet e Bashkuara është një nga pastaj rritet progresivisht për shtëpitë e 2-ta, 3-ta, 4-ta, 5-ta dhe arrin në shuma të cilat shpesh herë falimentojnë në këtë sistem kapitalist dhe ekonomie tregu, falimentojnë ata që janë mbajtësit e shtëpive. Dhe është zgjedhur që kjo të aplikohet pak nga pak, duke u zgjedhur Tirana dhe 2 bashki të tjera si projekt pilot, për të parë pastaj se si kjo mund të aplikohet në të gjithë vendin, sigurisht me nivele më të ulta se Bashkimi Evropian, pikërisht për të reflektuar të ardhurat e shqiptarëve përballë këtij detyrimi, se jo të gjithë shqiptarët, madje shumica e tyre, me rritjen e çmimit pronave të paluajtshme nuk do të arrinin ta përballonin një taksë të përvitshme që të ishte sa 3% e vlerës së pronës. Problemi është politik, Paparano.
sigurisht që taksat janë një problem, por një investitor, pas se të shkon në një vend, pjesën e taksave e shikon të fundit. Se ndryshe nuk ka kuptim që vendet më të zhvilluara dhe vendet që kanë taksat më të larta. Problemi është politik. Ti po shikosh listën e 100 kompanive më të mëdha në Shqipëri, vetëm 10 kompani janë kompani që janë bërë vetë. 90 të tjera janë direkt të lidhura me punët e qeverisë, për shkak të një licence, për shkak të një tenderi, për shkak të një të drejte ekskluzive që ka, që do të thotë që ekonomia është e kapur. Madje këtu është kaq e hapur, sa për shembull në vitin 2023, Holanda na dilte si vendi me investimet më të mëdha në Shqipëri. Do që ishën offshore. Sepse incineratorët, koncesionet e shëndetësisë, e ca kompani të tjera ishin të regjistruar në Holandë për shëndetësi. Dhe këta na dinin si investitor të huaj këtu. Ndërkohë që kompanitë e huaja kanë nikur këtu, kanë nikur grupe bankare, kanë nikur grupe celulare, dhe ne nuk kemi një kompani serioze në 12 vjet që të ketë ardhur në Shqipëri të investojë, përveç një asocië që ishte Shelli dhe ata vendosën të ikin. Pra kjo është e vërteta. Tjetër. Urdhëro? Ata ikën se nuk gjetën naftë, po Naftë gjetën, pyetja është, nuk gjetën pra, nuk ka fond, se gënyuet dhe nuk duhet shueshin investim as ata. Më falë, ma thuaj emrin e një kompanie të huaj. 1 miliard. Emrin e një kompanie të huaj. Nuk investim se erdhën e ishte për research më hajt dhe hodën. Ngeli atje. Nuk ishte kështu. Të lutem. Që bërë... Mos jam duke mua pak. Thjesht thuaj emrin e një kompanie. Do të them unë, jo një sekond. Unë mund të them 10 kompani të huaja. Që të jetë projekt fizibël për Shell. Zotit deputet. Tani ata kanë thënë që tu nuk përfshihen më, por është histori më vetë ajo, se del naftë është histori tjetër. Por unë mund të t'jap emrat e 10 kompanive të mëdha që kanë ikur nga tregu shqiptar. Të lutem shumë më thuaj emrin e një kompanie që ka ardhur ka investuar këtu. E Mari është duke investuar në Durrës me që Po dhe tokën falas 1 milion metra katror investojnë të tërë. Nuk është e Mari. Po e Mari ka sjellë një cent. Është një kompani tjetër, e cila është offshore. Është offshore. Me lekë shqiptar. O zotëri, është offshore, nuk e di kush është pronari, edhe nuk është e Mari. Është ish CEO i e Marit që kanë ndërmarrë iniciativë. Të lutem shumë, një kompani tjetër të huaj. Më thuaj një kompani tjetër të huaj, që është serioze ka ardhur në një treg. Ta mbaroj unë se ti bëm pyetje. Po ma thuaj më një kompani. Atë po bëjmë. Të them unë 10 kompani. Të them unë 10 kompani që kanë ikur. Ore zotri. Të them unë. Dal ndonjëherë në Tiranë ti? Jo më. I ke parë emrat mbi hotelet e Tiranës? Ato kullat e parave të pista? A i ke parë? Ata se janë duke investuar, ata marrin para me të dhënë. Cilat emra ke atje në ato kulla? Të më investim që Cilat emra ke në ato kulla? Edhe me që përmendë për pjesën e ndërtimit. Problemi i ndërtimit në Shqipëri e di kush është? Një familje normale nuk do të shpisë. Apo ka marrë legët me dhënë emrin. Jo, kjo është. E di që jo, me tarohet që kanë shqiptarët, edhe sipas raporteve, një familje normale, një çifti duhen deri në 35 vjet për të blerë një shtëpi. Tirana është bërë shumë e kushtueshme, ky është problemi. Sipas raport më zotri. Si, Numbeos, që mat koston e jetesës. Po çfarë është Numbeo? Numbeo është një gjë. Mat koston e jetesës. Po një sekond. Si pra, si, një sekond. Më lë të jap përgjigje. Mos vazhdo ta jap atë përgjigje. Po ta jap si dua unë, jo duke. Më përmendë kullat, më thuaj një emër serioz të kulla. Ma thuaj një emër serioz. Artikulosh. Ma thuaj. Nuk ke nevojë të thuash ma thuaj çdo sekond. Dëgjoj. Po pres 30 sekond. Së pari. Numbeo është një website. Lere më Numbeon, në të cilin një kompani serioze që ka investuar to 12 vjet. Ore, je serioz ti apo bën vetë? Po ti nuk je serioz, më thënë. Lere Numbeon. Lere Numbeon që përmende. Këto pra janë burimet e tua. Mos the për investimet e huaja, të thash. Pra është një website. Kush është e kullat, thuaj. Serb, tek i cili njerëzit i raportojnë statistikat si duan vet. E para. E dyta, zotria nuk merret fare me çfarë është thelbi. Thelbi është ky. Në Shqipëri janë më shumë se 91% të qytetarëve të vendit që janë pronar të shtëpisë tyre. Vendi i dytë në Evropë e ka 55 dhe është Luksemburgu. Dhe kjo historia e krahasimit të çmimit në qendër të bllokut as unë nuk blej dot shtëpi. Dhe nuk besoj që asnjëri nga ne blen dot shtëpi. Por ama për shqiptarët që janë pronar më shumë se 90% të apartamenteve, kjo është statistika që duhet lexosh.
dhe jo të rish këtu dhe të bësh populizëm zërët e duke marrë statistikën, atë jo, shifrën aty jo, kështu është. dhe këtë shifrën jo, këtu në një dhe atë case study, Qofse mohon kostot e shtëpi në nuk vjen Astire, keq për ty. Etjen, një shtëpi në Nuk e blet dot, më nuk e blet dot. Jam gati. Po Ne jepë jam më gati të bëjmë përgjigjem. llogar. sa dhe emrin e kompanie Kush më. ishte investitori kryesor si shtet me që doli Holanda? Në atë kohë ishte Shelli, po. Kanadaja. Se Petromanasi, që është kompania që u blen nga Shelli për të investuar, ishte kompani e vogël e listuar në Toronto. Dhe kështu ishin gjitha kompanitë që merreshin me kërkim dhe me zhvillim. E gjithë historia që diskutohet këtu tek ne është, ja ta them unë një kompani të madhe që punon dhe investon në Shqipëri. Quhet Lufthansa Logistics, që gjithë departamentin e logjistikës e zhvillon jo shumë larg nga këtu në autostradën Tiranë-Durrës dhe ku punojnë më shumë se 400 të rinj. Pra, ajo Që është merren me fasoneri, programim. rroga, Po jo, më nuk është një fason sepse ka Fasoneri, rroga rroga, të është krahasueshme. ajo. Po Ato jo, më operatori zotëri, se nuk që i mund. dhe paguaj Ore, 3-4 unë jam euro në i Gjermani, bindur vjen e që pagun çdo ku gjë 600 euro. duhet ta hidhni poshtë. Nuk është Doni një kompani investim. tjetër, është Jura, që është një kompani koreane, prodhuesi më i madh i pjesëve të këmbimit në Korenë e Jugut, e cila punon në Fier tek zona e ish azotikut. Dhe kam dhjetra e qindra raste të tilla. Nuk më kullat që intereson. the hotelet, Dhe jo vetëm një pyetje e ka. fundit, Skandal. e fundit. Të ka ikur e fundit. Deutsche Telekom. Kur flasim pastaj për teorinë e pse s'është Deutsche Telekomi në Shqipëri, është arsyeja pse nuk është Deutsche Telekomi në Maltëzia në Kosovë. Kompanitë shumë të mëdha kanë nevojë për një treg, o të nderuar. Edhe supermarket. Ore, ishin këtu dhe Sigurisht ikën. në një treg me 70 milionë Ishin banor. këtu dhe ikën. Si Italia çmimet do jenë më të ulta. Ore, se në Shqipëri. ishin dhe ikën. Se në Shqipëri, në qoftë se mbaro, po sigurisht mos e ka pasur ekspansion drejt lindjes dhe ka tërheqje. Jo, Banka ma, më e jo, madhe ma, në nuk është Ukrainë shumë. historikisht ishte Nuk është Raiffeisen. shumë. Pastaj vendosi një moment të ulte. Dy pyetje. Prandaj iku te generali. Dy pika. Faleminderit që ma dhe Pika- kohën, do të dëgjoj. Pika e parë. The për kullat, hotelet. Po. Unë thash për hotelet. Po pra hotelet. Për brendet. Më thuj një hotel që ka investuar kapitalin e saj dhe ajo që unë mendoj dhe që e kam të faktuar, është që ato emrat më dhejnë marrin para nga Shqipëria për të dhënë brandit. Nuk kanë ardhur të investojnë. Po. Nuk është Paguan gjithmonë qira. ky rasti. Po ky është Mund gjithë të ta rastet. them një hotel. E ke parë ndonjëherë ato hotelin në Djath, kur vete për në Rinas, që është një kompani gjermane, s'po më vjen emri. Best Western, Maritim, kush janë, se i Jo, jo, gjithat. ai në Rinas, kur je duke shkuar, MK-ja. Po, MK hotel. ajo është një kompani që ka marrë atë tokë, ka investuar në zonë zyrash dhe pastaj ka bërë Ajo hotelin me tokë brandin është e marrë vet. që në 2006, 7, 8, se e di shumë mirë pyes atë se në kanë investuar filluar investim brandet prej për kohës. kullat. Dakor, pra. Po nuk mundet ky një rast të hedhi komplet gjithë sistemin e brandeve në Shqipëri, që po paguen ata për të marrë. Dhe gjithë faktin për të bërë këto hotel pesye me kapital shqiptar, bëhen për të marrë licencat e kazinove, këtë e din gjithë shqiptarët. Jo, Dhe vetëm kualifikohesh. Po si kanë Po e mori funksionuar punë gjithë gjoka këto licencë e kazinos aty në mes. Po gjithë këto hotele Abdi deri Rustemi. tani që nuk kanë Tani, kazino, si kanë funksionuar? Pikën e dytë. Marim një rast të Astiri. Një familje shqiptare meriton me blejnë shtëpi të Astiri? Varet nga Te Astiri ma ku të Astiri, intereson te asaj. fresku, minimalisht. E ke 1300 euro metrin e katror. 1300-1400 euro metri katror. tek pallatet e reja po. Po, dhe 8 vjetrat ma aqë, Jo, nuk s'ta është tek shesin më vjetrat pak, aq. mos t'i më Te rast. çmimi i referencës Tani, nga do këto ta bësh merret. 1100. Po unë po them, qa shofë burr tani, po dali me sepse lapë janë se pallatet e reja. ose ma japin këtë shqetësim gjithmonë të rinjt. O, Dojnë Besart, një shtëpi do shkoj 140.000 euro. Se 100 metra katror, met përbashkëta, se met pa përbashkë është 80, 140.000 euro. Tani më thuaj mua ti, një çift të rinj që e kanë rrogën, sa do t'i ta kenë rrogën? Çift normal, se ishe bleda Astiri, s'ka rrogat më të lartë. Nga 1 milion lera. I kanë 1 milion të ardhurat si familje, 1.2. 1.2 milion të vjetra, apo Po, e pak 1.200 më euro. tepër, po okej. 1.500 euro Okej. të ardhura, okej? Paguaj dhe taks, do paguaj dhe drita, Po. do paguaj dhe veshmbathje, do paguaj dhe jetesë, do Patjetër. paguaj dhe gjithë shka. Sa kursen ai muj? Kursen 500 euro? Që ta lëm? Do të thotë në vit kursen 6.000 euro. Po. Tani më thuaj 120.000 euro me 6.000 euro. Sa vite duan? 25. Po pra. 25-30 vjet. Është shumë e tjenë. Jo, i dashur. Pra, Gabim. unë po të marrë E rastin ke gabim. e një destinacioni që nuk ke e gabim. preferojnë. E di pse E nuk di e pse ke- preferojnë, e di pse se ke në atë gabim. destinacion si Astiri, E di pse s'ka ke shkollë. gabim. E di Në pse atë ke destinacion gabim. si Fresku, Sigurisht që s'ka shkollë shkollë. ka. Në atë Po, destinacion një si sekond. Liçeni That, Majt A Kodrës mund të ta Lash, shpjegoj? s'ka shkollë. A mund të ta Po shpjegoj? po pse them ke do gabim? shkojnë atje. Më dëgjoj pak.
Tani, Unë unë kam ta mora jetuar një në case disa study. vende jashtë Shqipërie dhe është eksperienca jo vetëm e imja. Besoj unë kam edhe e jetuar juaja është që kur në ato jeton vende. jashtë dhe sa mbaron shkollën, një çift i ri i cili ka të ardhurat ati niveli nuk mendon që të marrë një shtëpi 100 metra me Po hapësira. 80 më është, se 100 ta shesin ata, sepse nëse merë metrat dhe fakti, pastaj, si shqitet në Europë, metri nuk është më 1.300 euro. Atë dëgjova. është 1.600 euro. Sa nga shokët e tu, apo të tut, kur kanë mbaruar shkollën, kanë vajtur dhe kanë blerë, sa po janë martuar, le themi, shtëpi 100.000 euro. Apo 100 metra katror. Të gjithë më. Po të gjithë më. Në Perëndim thonë. Po në Angli kam studiuar më. Nuk ka në Angli Shtëpit, shtëpia 100.000 euro. po jo me janë 4-500. Po pra, Po rroga është 60.000. po pra, Ah, mesatarja, pra. po jo për të rinë që sa futen në punë. Rroga, E problemi rroga, juaj rroga është që ju 60.000. merrni gjithmonë. Rroga unë është 30-35 pound minimalja. As në Filadelfia, as në Paris, që kam bërë shkollën e lartë, nuk kam pa raste që dilin nga shkolla miq edhe shokët mi dhe mendonin gjëja e parë që do bëjmë është do blejmë. Dhe prandaj të them këtu me trika se për ndryshe do t'ishin pronar më shumë se 55% dhe në Luksemburg dhe në Zvicër. Nuk do t'ishin Te aq kjo pak. përqindje futen dhe gjithë pallatet që na fali Denver Hoxha. donë ato të komandantit. Ato e rrisin përqindjen më, se normal. Nuk janë Sa palla- përqind zënë ato Një të sekond, komandantit një te kjo sekond. shifër? Po ti, akoma te ka i pallati komandantit rri? Janë dhe pronat e legalizuara që i Kush nga ndërshkuar. ne ri akoma te pallati komandantit? Prandaj po themi që nuk mund, dakor. Ja, rinë rinë plot sa dush. Pra, për pensionistët, edhe në këto që prandaj janë nuk legalizuar. aplikohet taksa e pronës, sepse përfshien dhe ato pallate të komandantit, si thot Baba Ramo. Ndërsa në asnjë vend tjetër nuk diskuton ti që të marrë një mësues shtëpi në blok. Ndërkohë, për rrogë minimale, Mirë, një çift i ndërkohë, mësuesësh, për rrogë sa vjet i duhet? Kosh. Sa vjet i duhet një çift i mësuesësh? ndërkohë, Një çift i mësuesish varet nga të ardhurat, se njerëzit zgjedhin prioritetet Bëra mirë. një kalkulim Dhe me rroga më të prioriteti mëdha, i se vetëm 25 që vjet. diskutohet Rroga minimale del 50 vjet. është të blejmë shtëpi. Jo më jo. Të gjithë që kanë filluar, se as unë s'kam filluar me pak deputeti, dhe as njëri nga zotrin, tu nuk ka filluar me pak Jo, deputeti. mësues të Kanë tha, filluar por ju duke sa po thoni, bashkëtuar me me shtëpisë familjen duhen e bërë, tyre, 30 vjeç. me prindrit, dhe E qartë, pastaj e qartë. kanë ngritur një stat. Ndryshojmë argument, Pra ndryshojmë nuk argument. bëhet gjithmonë Baba ky Ramo, argument, se se nuk blen do vetëm mësuesi një lloj shtëpi në triku. blok. Pra, me rrogë të lartë në Shqipëri dhe duhet 25 vjet blesh nasir, por me rrogë minimale 400 euro duhet 50 vjet. Edhe një herë 50 do ta vjet ta bëjmë llogarinë se tani 50 vjet. mos të bëhemi. Nëse janë 400 euro rroga dhe janë të dy të punësuar, 800 euro në muaj të ardhura, duhen 50 vite. Po, do me thënë, në qofë se llogarisim Atë ne shtëpi. një qift me Nastir. pagën minimale, 400. është paga minimale 400, Të, që duhet të blejnë një shtëpi 100 metra katror, këtu pastaj jemi duke sa do e fantazuar. blejnë? Në qofë se janë dy Gabim, se mësues ide gjysmë me të paga ardhurat, do t'jetë mesatare më pak në një sektorin e mësuesisë në Po sa do Shqipëri, ta blejnë, më që rejtë, janë, 60 ama metra? ta shpjegojnë, ta bëjnë 55 metra do ta llogarinë, blejnë. ta bëjnë dhe unë llogarinë, po prit. Ora, do që shqiptarët janë jetojnë në Shqipëri, apo t'i 940 marrin euro, Arratin, më? marin 1880 euro në muaj. Një Kush janë këta? kredi, dy mësues në sektor publik, po. që marin 940 euro për kokë. Kredia bankare nuk duhet jetë më tepër, dhe kjo është normë gjithandej, se 1/3 e të ardhurave mujore. Pra, kësti që mund të paguajnë këta është 600 euro në muaj, e cila bën 7200 euro në vit. Dhe këta, për 20 vjet, mund të blejnë një shtëpi dhe më të madhe se ajo që thua ti, mësuesit. Por thjesht nuk mund ta blejnë në blok. Na bëjt çik llogarinë. Dhe pastaj bëhet investim. Po ta bëj unë. 7.200 herë 20. Po se ka marrë goxha kredi. Kush? Unë, vetë, personalisht. Sa merë ti me Edhe unë me 600 euro kredi. në muaj që pagun? Si? Sa kredi merë me 600 euro në muaj këstin? Sa kredi merë? Po pra sa kredi, pra sa kapital. Principali, sa është 120. principali? Sa? 120. E ke shumë gati. sorry. Merë shumë më pak. Shumë pak. Po, shumë më pak. Duhet ta marrësh se do vësh edhe kolaterali. Shumë më pak. Që është Po apartament. merë shumë më pak, pra Dhe bashkë me... patjetër. Nëse është 80% e kolateralit apartamentit, me atë kësë që the ti, nuk e kalon 100.000 euroshin e kredis. Se i keni rritë që kinter? Okej, ndrojmë argument që mos ta kthejmë në zyrë imobiliare. Zoti Shej, Dhe Libori Edhe duhet bonus kontrollon fesarin, qeveria. bonus fesarin e kontrollon Po ju. çfarë duke folur? lutem ndrojmë Banka e argument. Shqipërisë- Zoti Shej, Banka e Shqipërisë nuk e ka do ngritur ketë rotacion në zgjedhjet e 11 majit, sepse situata duket e tillë që deri dhe për shembull strukturat e
forumit të zotit Xhaferi në PD, dolen aty Po jo, më fes me zotin Rama, është e kuptueshme kur pushteti... Elir, atë pyetje ma bëj mua, po tjetë për forumit, e vlorë. Di unë njerë se ka kohë që jam largë. Po, okej, mirë, sqaroj ti dhe pastaj do jap fjalën. Mirë, apo vetëm Po, cili është realiteti i saj? 2 individ që kanë 1 vit e gjysë janë larguar, janë shumë të respektuar për mua, kanë dhënë kontribut forum, janë për 1 vit e gjysë larguar. Ma ty pam 100 veta. Ata janë fasada pastaj, nuk janë ata të forumit, ata 98 veta. Nuk e dija e kënë djekë dhe deklaratën forumit vlorë. Pra ishin vetëm 2 të FRPD-s, dhe po ishin dhe 80 të tjera, po ishin të freshit dhe ishin veshur me kostum të FRPD-s. Ata kanë qenë kur forum, por të dali një burr kryeministër e thot mora një organizat të tërë, mua më duket shmënduri, po s'ka problem se reklam në bëri. Na përmëndi 3 herë 24 orë. Një organizat nuk merret kur, o Ilir. A i ndosha është mësuar kur merrte Lulin, merrte edhe gjithë për dënë mëndjen e vetë. Po u tregua jo që organizat është organizat, individi është individ. Po ju e keni votuar Lulin 2021? Mos ta ndryshojmë, zoti Shej, a ka rotacion apo jo? Kam votu Unë besoj që po. Agron Shej. Po. Sondazhet Po janë pesimiste këtë punë. Pra Agron Shej nga votuar. Sondazhet gabun në Amerika, jo në Shqipëri. Edhe Rali di. Mbani mend ju këtu kemi diskutuar në sondazhet. Dile që fiton da jo Kamala. zonja, edhe doli që fitoria i tjetri me shumë, kështu që sondazhet nuk kanë një rëndësi të madhe për mua, aq më tepër për forca relativisht të reja, edhe të vogla ku marrë sondazhet është vetë aty. Unë kam shpresë që të gjithë të grupet alternative do të mbledhin një sasi të madhe votash, edhe do të bëjnë mundur rotacioni, që nuk më pëlqen si fjalë. Do të jetë, se më duket edhe si rotamacion, e këti gjua të që thonë ato. Ta si rotacioni qështë, dhe me thonë, një gjë që rotullohet në të njëjtin rafsh. Nërsa ne duhet na rotullohet rota vertikaliste, ta përmbësi situatën. Qofë se duhem, bëjmë një Shqipëri me gjithmonë ndryshe. Qofë se rotacioni qeka që ngreu... I ka kapacitetet opozita për ta bërë? Ka, unë them që ka. Ka, ja, këtu ka, bjem të rije, nuk është se unë kam një simpati personale, me thënë drejtën për shumë, se njerëz gjallë jemi, po gjithë si po kontribojnë. Po kontribojnë dhe unë këtu e shofë shpresën, se ndryshë nena kanë qeverisë 2 vete. Rama, Berisha, Rama, kjo është një histori që duhet mbyllët. Nuk them, nuk pretendoj që do na qeverisin institucionet nga sot e tutje, po tentojmë për t'i ngriti. Ngrem njerë institucionin e politikës, është institucion politika vetë vetën, që duhet kemë besim qytetarët ke politika. Dhe qëfar duhet thot? Duhet thot sa të vërteta. Nuk mund të përsërisit njëjtat gjëra për 30 e sa vjetë me të njëjtët njerëz. Se ka të bëjë dhe kjo punë. Pra ndaj të ngrem, të ringrem, ke institucioni politikës, pasaj institucioni dytë, kush është? është vota, është institucion vete vota. Dhe nuk mund të trajtohet më kështu, që ti si e me mua, ti e kundërshtari, dhe kjo është një prallë vetë. Legjina e esencë kësajt është bolshevizme. Vetëm bolshevikët rronin të drejtën që unë me që jam shumic, ta shtyp pakicët, menshevikët. Demokraci presupozohet që kemi gjithë nga një drejtër. Edhe ato që janë pak. Biles garanti i demokracisë është e drejta e pakicave, jo forca e shumicave. Mirë po të shitë do thushti që këto janë teori pak politike, po mu më pëlqenë edhe kam dërtu mendimin tim për këtë fushë. Ka njerëz tjerë që politikë mendojnë thjesht pushtetin. Gjysma e këtyre që merren sot nuk kanë qëllim as politikën, as demokracinë, ka pushtetin. Pushteti është një nga elementet e kësajtë demokracisë. Ne gjykojmë si lëvizje që jemi aty, si grup, që ne duhet ngrejmë shtetin shqiptar. Mbasi ta ngrejmë, pasaj edhe pushtetin mund të marrë pjesën. Tu s'kemi shtet më. Tu na drejton një njeri i vetëm. Edi Rama. A i kontrolon bankën qendrore, a i kontrolon agjensit financiare, a i kontrolon endet regulatore, janë gjithë instrumente që duhet ishin pavarur të. Që ditë shkosh të ankosh për energjinë elektrike, dhe a enti atje që është enti regulator, të marrë një vendim në favor të ekonomisë, të qytetarit, jo të qeverisë.
se prandaj zgjidhet nga parlamenti. Ky njeri kontrollon parlamentin vetë, të gjithë institucionet që dalin nga parlamenti, qeverinë sigurisht që i takon. I vetëmi element është qeveria se ka marrë shumicën e votave, edhe ekzekutivit, po këtë të tjera jo. Falë zotit që drejtësia i ka dalë pak jashtë kontrollit, një pjesë, një grup i vogël atje spaku e këto, se jo gjithë drejtësia bën dritë. Pjesa tjetër aty i ke dosjet e krimeve edhe të pronave atje, edhe të parregull të fare, edhe kërkuqës si interesohet. Po të paktën ky element, edhe pse është i pëlqyeshëm ky element, ky grup, pikërisht për këtë punë, se s'është në kontroll të qeverisë. Paktën në 90% të raste, edhe në perceptimin popullor, se mundet që edhe atje të ketë infiltrime. Po gjithsesi, prandaj, na kanë qeverisë njerëz ne, individ, sidomos mas marrëveshjes vitit 2008, që është një dhunim i demokracisë shqiptare, kushtetutës Shqipërisë, një reduktim i të gjithë drejtave të institucionit, prishje e balancës midis kryeministit e presidentit, se bëm me kancelar Shqipërinë, keni pa një vend kaq çuditshëm ju që thot para se më rrëzu kjo qeveri, që nuk mund të rrëzohet me mocion. Atje, po duhet jetë gati. Caktohet emri i kryeministit. Duhet jetë gati qeveria e re në një vend kaq të vogël. Për të shmangur turbulencat politike për stabilitet. Mundësinë që të na hynë në këtë biznes të madh të tjerët përveç neve dyve. Kjo është marrëveshje, asgjë tjetër. Dhe të bëjmë dhe i ligj zgjedhor që një vend që ishte gjaj vogël, ta bëjmë edhe më të vogël, ta coptojmë në 12 kolegje elektorale, a thu se... Ti thua do në mes 2 vetave, por si shpegohet do në kjo dashuri epistolare, ja të lutem më të gjohë, kjo dashuri epistolare që ka lindur së fundi mes Ramës dhe Bashës, që të kujton dhe atë baladën e Konstantinit. Por, kjo është grotesku i politikës, s'ka të bëjë Keni para, s'keni par, hipur mbi një kal, shkoni gjalli me të vdekurin. Po, kjo është, ta thash, grotesku i politikës. Shpegohet kjo? Që dhe i Basha ka rënë në këtë lloj niveli, se politika gjithsesi e ka aspektin humoristik. Është një lloj diversioni që bëhet brenda opozitës? E ka aspektin humoristik, edhe ka dhe drejt në humorit politika, po kjo është grotesku, kjo s'ka të bëj fare, kjo është ana pejorative, kjo është për të marrë klikime, që ti bësh popullor, po unë po i mësoj teknikë më të mirë, më mi dali lakuri që do i klikojnë ma shumë. Por, që po të them? Mos e thuj 2 herë. Por edhe Big Brother, kuptoni, Big Brother të klikojnë ma shumë. Në qoftë se është kjo politika që do i afrojnë shqiptarëve këto batutat nga makinat duke tregu sens në humorit, unë them që kjo është një rrëshqitje, kuptoni që shka mbje keq për atë Bashën, se Rama është në kostumin e vetë, gjithnjë e ka përdor këtë punë. Edhe në përfushat tjera, gjë batutat, e ka banalizu politikën, i ka dhënë këtë formë, edhe me idenë pejorative dhe me thënë që ky popull ignorant kaq meriton. Në i dajre, në i daullë, në i gjë, këtë rrallë ka ngrej pak standart në muzikës, se i bishin violinën, sot jenë Berlin. Po kjo Basha si... Gogja kërcim nga dajre, ja ke violinë, por, unë po them që kjo është estrat. Kuptoti, unë për humor, dalë atje në dargët ke klubi lagjës, shofim neshen, qeshim gjithë knajë. Po nuk është kjo për të bë politikën. Kreshnik, e një taj pyetje për ty. Shiko, unë e kam ndjekur në shumë detaje këtë fushat elektorale. Mendoj që kjo është një risi për partitë e reja politike. Unë jam shumë impresionuar nga fushata elektorale, le të themi Agron Sher, e Endri Shabanit, e Dash Shehit. Mendoj që të gjithë këto partitë e reja kanë një lloj risie, ndoshta sepse është dhe moment historik. Mua ngjan ndonjëherë si dhjetori 90. Pse? Sepse unë mendoj që vështirë ndonjëherë do kenë një fat partitë e reja politike që të kenë një aleat madh si Spaku. Pra në një harkor për 6 muaj apo 1 viti janë arrestuar me dhjetra deputet, ministra, politikan, kryetar opozite, drejtues partish, pra i bie që tjetë porta bosh, këta vetëm të shtynë topin vi fatale dhe të bëjnë gol. Nga ana tjetër,
jam disi zhgënjur nga partitë e mëdha sepse janë përsëri në atë banalitetin 35 vjeçar dhe ndoshta nuk kanë gjë çfarë t'japin. Prisja një lloj risie nga Partia Demokratike, nga partia kryesore e opozitës, edhe për shkakun se kishte pronotuar një kompani amerikane, e cila ka shumë përvojë si La Civita, dhe prisja të bënte atë që ka bërë në 2005-ën, që pati një fushat brillante para 20 vjetës, me kmisha të bardha, me një slogan, me duar të pastra, me një qasje të re, etj. Por me sa duket edhe Partia Demokratike ka hyrë në ato pota vëshare. Edhe sot përgjigja që është dhënë debatit Basha-Rama është përsëri me disa këngëtar rapist nga ana e Berishës. Dhe pota vëshare, edhe kolonat zanore, këta i kanë zgjedhur nga më të shëmtuarat apo tekstet nga më banalet që ekzistojnë në tregun muzikor. Pra, ndryshe nga partitë e reja, të cilat i kanë dhënë një ton patriotik në një farë mënyrë fushatës tyre, me gjithë sforcot, kufizimet, e burimeve financiare, unë mendoj që partitë e reja partitë e vjetra janë një lloj zhgënjimi, por shfrytëzojnë autoritetin, forcën, logjistikën, kapitalin dhe gjithçka tjetër që kanë, për të mos me thënë që jemi në një realitet shumë të hidhur, ku votat e partive të reja do i numërojnë 4 komisionerët e 4 partive të vjetra. Pra, votat që populli mund të votojë për 4 partitë e reja do i numërojnë 4 të vjetra. Është akoma vazhdon një lloj absurditeti që unë nuk e imagjinoj në këtë lojë krejtësisht të pandershme. Por fushata elektorale, nëse nuk do të ishin këto figurat e reja në politikë, të cilat unë një pjesë i kam dhe miq, përfshirë dhe zotin Qorri dhe kërkoj ndjesje që e harrova si mendoj që këto janë njerëzi që t'japin një lloj kënaqësie kur i ndjek dhe do ai shikon hypun mbi një kal Kreshnik, Bashën dhe Ramën. Dëgjoj, mendoj që Basha ka fituar nga ky debat. Ka fituar sepse është rifaktorizuar. Pra, Basha ishte inekzistent. Rama e ka ringjallur nga varri Lulzim Bashën dhe sot e ka bërë faktor mediatik. Unë bashkë ne diskutuam dje në telefon, ku po të kërkosh në Google, del më i kërkuari, më i vizituari del Basha, po kjo nuk konvertohet në votë, mos harroj, është gjë krejt tjetër. Por prapë është shumë për Bashën, i cili ishte inekzistent Ka pasur del Luizi më i në Google del Luizi, po Big Brother. Mos dilë edhe në vota. Po mirë, po nuk, dëgjoj, tani ka njerëz nga publiku që atë nivel kanë, se po ta vini re, domethënë, ka shumë pëlqyeshmëri, vizita, klikime, kjo është kthyer në një reality show komik, domethënë, ku ndoshta lutem që ndonjë kapri po. Tani, ne mendojmë që kjo është një fushat dhe zgjedhje dhe një mundësi për të sjellë një model të ri. Pra, përmendë pak përpara atë pasaportën që tunde që 92-shin dhe fatkeqësisht po ndodhte e njëjta gjë, që do të thotë që 30 vjet ne po bëjmë të njëjtën politikë. Dhe ne mendojmë që ka ardhur koha që në Shqipëri të flitet minimalisht për një shtet vogël dhe për të folur që shteti është problemi. Ne në këto 30 vite e kemi marrë shtetin si motorin kryesor të zhvillimit të ekonomisë apo të rritjes së mirëqenies së shqiptarëve. Është krejt e kundërta. Ne besojmë se na duhet një gjë tjetër. Pra të ulim, të përgjysmojmë shpenzimet për administratën, të kemi mundësi të ulim taksat me 2 fish, por edhe të mbështesim pa kushte punën e SPAK-ut dhe drejtësisë së re. Kështu që mendojmë që ky është modeli vetëm që mund të sjellë jo vetëm një mundësi për ndryshim, por edhe një model tjetër qeverisës, që nuk e kemi pas të 34 vjet. Dhe mendojmë që ne, si forcëve politike, kemi një objektiv që në zgjedhjet e ardhshme të jemi një alternativë e re e djathtë në Shqipëri me minimumi me një grup parlamentar. Dhe besojmë që do arrijmë kësaj, jo thjesht nga sondazhet apo puna jon, por mendojmë që ka ardhur një cikël i ri që ndoshta dikush mund ta krahasojë edhe me vitin 90, por edhe të një brezi të ri i cili kërkon një përfaqësim tjetër në politikë, një alternativë të re, e cila në këto zgjedhje, në këtë flet votimi do të jetë. Dhe ne shpresojmë që jo vetëm të përfaqësohemi në parlament, por edhe të kthehemi dal nga dal në një... Kjo alternativë e re, duke qenë e fragmentuar,
duke pasur parasysh dhe diversionin që bën Rama, që tek kodi ku shmangu krimin e koalicioneve, deri dhe tek këto lëvizjet që bën me Bashën, a mendoni se e zhbën e të opozitëre, e defaktorizon? Që varet ke quajmë dhe opozitë të re tani. Në politik ka një rol të madh besueshmëria, integriteti. Në qoftë se këto nuk i ke dhe merr vëmendje, nuk të përkthehet në vot. Dhe unë mendoj që njerëzit me integritet dhe besueshmëri do kenë një mbështetje shumë të madhe në këtë zgjedhje, aq më tepër që 1/4 shqiptar pritet që të votojë për forca ndryshe nga PD-ja dhe nga PS-ja. Dhe urojmë që të ketë një parlament më plural dhe pse jo, dhe një mundësi për të kryer rotacion politik. 1/4 do jetë nga vot për partitë e reja. Po. Dhe sa mandate mundet të konvertohet kjo? Varet tani ne dim sistemin, është e vështirë ta llogarisësh, por po themi që të paktën 20-25% e shqiptarëve të votojnë direkt. Sepse keni rastin e LSI-s, mori mbi 100.000 vota në zgjedhjet e fundit dhe vetëm 4 mandate. Dgjoj, më beso mua. Më mirë të kesh 3 ose 4 deputet të cilët janë zëra dhe qëndrestare dhe flasin ndryshe në parlament, sesa të kesh 15 deputet të cilët nuk bëjnë asgjë. Dhe ne kemi parë që në parlamente, opozita, edhe pse kanë qenë 50-60 deputet, kanë qenë 2-3 deputet që kanë luajtur rolin që duhet të luajnë. Pra kjo nuk është çështje vetëm për numra, por edhe një përfaqësim direkt. Pra unë mendoj që në parlamentin e ardhshëm, pas e disa zërave të lire të fortë, të pa kapur, të pa shitur, jo vetëm që do ndihmojnë në politikën shqiptare, por përkundrazi do mundohen ta përmirësojnë e ta reformojnë atë. Siç ka ndodhur edhe në Kosovë, edhe në vende të tjera, ne e dimë këtë gjë, apo jo? Okej. Jaferi. Cilën pyetje për? Pyetja është e tillë. Në këtë strukturën e re që është krijuar, strukturën e re elektorale, çfarë ndodh? A këto janë rrezik, këto partitë e reja, apo janë një prurje e re, një prenjë të rinj që i bashkohet të lumit të madh të opozitës? Dhe tek kjo, tek ajo që thash pak më parë, si e shikoni këtë rikthim të zotit Basha? Kthimi i zotit Basha s'është as rikthim, është thjesht rënje, apo si thosh, shkatrimi një imazhi të një politikani europian perëndimor që duhet të kishte reformuar Partinë Demokratike dhe ku dështoi me sukses. Në mos 2013-2019 ka bërë dështimin më të madh për ta reformuar. Se 2019 pastaj bëri vetvrasje dhe pastaj ne akoma paguajmë sot edhe ato vetvrasje. Ndërkohë për partitë e reja, unë futem tek ato zëra në PD që unë preferoj ato partitë prodhojnë mandat se djegin vota. Ajo që uroj e fundit është që... Po ku dihet ajo, sepse gjithë hynë për të marrë mandat? Po pra, pa tjetër, po nga kodi elektoral, si që thash, nuk do doja asnjë vot opozitare të digjej. Do doja të prodhoheshe mandat. Sepse ka dhe koalicione pozgjedhore, ka dhe kushtet forta që mund vjen, se atë rotacionin politik, kur e përmendin partitë e vogla, nuk përmendin se do marrin 71+, dhe do bëjnë qeverin vetë, përmendin që partive të mëdha do i vënë kushtet forta. Dhe mund t'jenë dhe kushte për figurat për caktuara, e tjere. Por partitë e vogla duhet të prodhojnë mandate, s'duhet të djegin vota. Kjo është urimi im si opozitar. Dhe nuk kam asnjë, si thuash, kritik apo dyshim për asnjë parti të vogël. Që nga Arlind Qori, e deri tek Agron Shehaj, gjithë spektri, janë fund ditës zëra që duan të flasin, të japin ideologji të re, të kërkojnë atë votusin e paknaqur që nuk e sheh veten as te PD-ja as te PS-ja. Kjo është demokracia. Por kodi jonë elektoral patjetër e bën pamundur. Ne sot qeverisemi nga një mazhorancë që ka 47% votave. Ka 47% votës popullore, por prodhon 53% mandateve në parlament. Që këtu është një lloj ngërçi. Dhe këtë e shoh rrezikun më të madh. Ndoshta grupimi tyre në një pol tret do i kishte bërë më kingmaker, pra më real do ishte pastaj ndikimi tyre në të gjitha kushtet postzgjedhore, por dhe kështu siç është, tani normalisht unë besoj se ato do prodhojnë mandate, në Tiranë do e kenë më kollaj për të prodhuar mandate, në rrethet e tjera do jetë më vështirë. Dhe përsëri për mua kjo si opozitar është më e kënaqur të prodhojnë mandate se të djegin vota. Okej.
shpesher kur fokusohemi gjithmonë tek situata që është dhe status quo-ja dhe pak herë tek ajo që pritet nga ne si politikan. Dhe unë mendoj që nëse ka një gjë që i mungon sot në mënyrë tërësore debatit politik dhe debatit publik në Shqipëri është pak kjo pjesa e shpresës. Se të gjithë themi që duam të japim fund lënies masive të Shqipërisë, siç e thon shumica e opozitarëve, pasnjëherë me alternativa, se alternativa nuk mund të jetë në asnjë moment të ndrojmë dikë me dikë tjetër. Duhet të shikojmë shumë më rrënjësisht ndryshimet sistemike, të cilat janë të domosdoshme. Dhe në këtë drejtim besoj që edhe ky proces, pra procesi i integrimit evropian, procesi i hapjes negociatave, një proces që ne kemi dashur shumë fort si maxhorancë, sepse është një proces i cili rrit kontrollet mbi qeverinë dhe mbi të gjitha organizmat dhe që vijon këtë kurimin e këtij sistemi, cilin i kemi gjetur tërësisht të kalbur, kemi bërë shumë për të çuar drejt Bashkimit Evropian, nuk i kemi bërë perfekte të gjitha gjërat, kjo nuk diskutohet, por që kemi ende dëshirën, vullnetin dhe angazhimin që duke e nisur së pari nga vetvetja dhe pastaj nga të gjitha ato që janë problemet që na rrethojnë, ti ndryshojmë këto gjëra. Unë mendoj që në lidhje me partitë e vogla do kishte bërë shumë sens, në një moment kishte një mesazh shprese që nuk flet vetëm keq për të tjerët, por që flet propozitivisht për disa çështje dhe patjetër, edhe unë do e mirëprisja ndryshimin edhe të retorikës në parlament, sepse në 4 vitet e fundit ne kemi shkuar në çfarë thon gabim, çfarë thon negativiste partitë e reja? Unë mendoj që ky qëllimi që opozita bëhet vetëm duke treguar me gisht dhe duke baltosur, nuk mund të vijojë më për vende të cilat synojnë që të përmirësohen, të afrohen me një standard europian. Megjithatë uroj që të jenë prezent për të ndryshuar pikërisht këtë gjë. Shqipëria nuk ka nevojë që të ketë më shumë hetues dhe prokuror në parlament. Ka nevojë të ketë ligjbërës parlament. Njerëz të cilët arrin të shikojnë, siç u tha këtu dhe më përpara, efektin imediat të diçkaje dhe të kuptojnë që një gjë që vlen 0 sot nuk mund të konsiderohet me çfarë do të vlente në fund të një cikli. Pra, kjo është një ngrehin, demokracia në Shqipëri dhe shtet ndërtimi dhe proceset e integruese, e cila duhet marrë parasysh tull pas tulle. Dhe jo të shikosh një fush ku nuk ka asgjë, apo ku ne kemi gjetë një grop, dhe të thuash shiko sa lart do shkoj. Duhet planifikuar kjo. Dhe mendoj që çdo parlamenti, çdo vendi, po veçanërisht këtu tek ne, ku fatkeqësisht ky polarizimi ekstrem që bëjmë, ku duhet të jemi njëra palë të gjithë të këqijnë që jemi në maxhorancë, që pala tjetër të ligjeroj pjesën aty, mendoj që është në dëm të atyre të cilët jemi duke u folur. Ky ishte veçanërisht të rinjve. Se kemi arritur në fund, ky ishte emisioni për sot, duke falënderuar 5 të ftuarit, ju uroj të gjithëve natën e mirë. Rishihemi të anën tjetër.